Mirëmbrëma, mirë se vini në Rënj Podcast. Ky është episodi 3. Edhe sot faktikisht nuk e kisha përgatitur shumë, kështu që do ta bëj shumë shkurt prezantimin. Sot do bisedoj me një të njohur për botën e podcasteve në gjuhën shqipe. Ai quhet Bleon Hasani, por do ta njihni besoj më mirë si Buçi Podcast. Mbas siglës do ta ftoj direkt që të fillojmë direkt mbas bisedimin. Buçi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, miku im, mirëmbrëma. Nuk do të bëj një prezantim të gjatë sepse neve njihemi faktikisht prej kohësh, por jo personalisht. Ky do jetë bashkëbisedimi i parë që kemi. Edhe do leja më mirë të prezantohesh vetë, edhe pse shumica e tyre që ndoshta do na shohin, do na ndjekin, ty të njohin si Buçi Podcast. Atëherë unë jam Bleon Hasani, prej fundit vitit 2014 në Gjermani, kam ardhur këtu për të studiuar, kam studiuar inxhinieri ndërtimi, tashmë punoj si menaxhues projekti, ose drejtues projekti këto termat në Shqip, nga që kemi bërë dhe shkollën të domethënë kemi një mangësi të thellë të terminologjisë profesionale në Shqip. Prej vitit 2021 mbas një mendimi, le të themi 3-4 vjeçar, domethënë mora guximin që e nisa edhe podcastin, edhe çdo gjë tjetër pastaj është, le të themi, histori. Ta shprehur pa bukur. të përgëzoj për podcastin, unë kam ndjekur faktikisht edhe para se kisha kontakte me ty, se më pëlqen, ka pas gjithmonë të dëshirë, edhe unë kam 2 vjet që e mendoj këtë podcastin, edhe kam filluar tani më, por ty të kam ndjekur bashkë me disa podcaste të tjera në gjuhën shqipe, sepse mendoj se është kohë e podcasteve, e kemi parë edhe po na dëshmohet sot e më shumë që media tradicionale, sidomos në Shqipëri, nuk janë vërtet ndoshta 100% në shërbim të informacionit. Edhe më bëhet qefi kur shoh, dëgjoj dhe lexoj për çuna të rinj shqiptar që flasin edhe tregojnë botën shqiptare me sytë e veta për ato që shohin edhe ato që dëgjojnë. Por sot neve, siç e kemi bërë në dy episodet e para, do flasim në Rënj për protestën. Do ta fillojmë duke e parë pak protestën nga sytë e diasporës, sepse neve jetojmë jashtë, të dy jetojnë në Gjermani. Edhe do s'postohemi, nuk e di sa shpejt, po do s'postohemi pastaj ke protesta në Tiranë. Në këto momente që neve po regjistrojmë këtë podcast, është ndoshta dita 21 të protestës, është ndoshta dita protesta më e madhe për nga pjesëmarrja. Janë nisur nga Anglia, edhe kanë marrë rrugët e Europës për të vajtur në Shqipëri 2 ditë rrugë. I kemi parë, i kemi ndjekur edhe nëpër media sociale, por do fillojmë, siç e thash, nga protestat në diasporë. Herën e fundit ishim në Itali, sot do kthehemi në Gjermani. Ti, Bleon, je një nga nismëtarët, një nga organizatorët të protestave në Berlin. Çfarë mund na thuash pak për protestën? Një ndër organizatorët. Shiko, gjithë ajo që filloi atë të shtunën e errët, domethënë me gjithë ato pamje që testoi tashmë të gjithë ata që do e shohin ose do e dëgjojnë podcastin, i kam parë me së tyre sa e tmerrshme ishte. Ku aty na u dha, domethënë, për ata që nuk ishin të bindur dhe bindja e fundit që shteti nuk ekziston. Atë ditë ka qenë momenti që unë kam përshtatur dhe atë poezinë e Pashkollasës, se çfarë të bëjnë me këtë tani ta nxjerrin më tani tjerë, dukem ti idiot. Gjithsesi ishim duke folur paralelisht në njëjtën kohë, domethënë në grupe të diasporës për Shqipërinë e Lirë për të organizuar protesta, por e vërteta ishte që në një grup shqiptarësh këtu në Berlin, disa vajza, ndryshe nga ne që mundojmë të bëjmë gjërat me plan edhe me logjik, gja e kishin marrë hapin, ka qenë punë, domethënë kanë qenë një orë gjysmë përpara, domethënë ishin organizuar edhe kishin vendosur që ne do të bëjmë protestë tonë. Edhe normalisht. Domethënë kishte filluar që aty organizimi i protestës. Patjetër. Dhe
e lam këtë planin tjetër që po bëjmë automatikisht dhe u fokusuam drejt për drejt tek ajo çfarë kishte nisur tani më dhe aty bashkuan forcat gjithë. Është një nga gjërat më fantastike që un kam përjetuar ndonjëherë se ishin një grup njerëzish domethënë që e para as nuk njiheshin me njëri tjetrin, nuk e kishim parë ndonjëherë njëri tjetrin, nuk kishim pirë asnjë kafe me njëri tjetrin, as nuk kishim përshëndetur ndonjëherë në rrugë me njëri tjetrin. Edhe duke folur, duke munduar të organizonin diçka, domethënë del siç është bota shqiptare, e kupton, që me një nga personat kishim qenë në një event prezent bashk, po nuk mbaheshim më normalisht, edhe me një vajzë tjetër që na u bashkua më vonë, domethënë kishim konstatuar edhe në ambientet e tjera. Një punë tejet kaotike, domethënë shumë kaotike, shumë emocionale, ishim tejet të ngarkuar, ndjenim të gjithë jo si dëshirë, por duke si detyrë. Domethënë erdhi momenti jon, çfarë do bëjmë ne? A jemi ne të gati? A jemi ne të aftë të bëjmë diçka? A jemi ne të aftë? Dita e parë domethënë e protestave në jashtë Gjermanisë, sepse duke biseduar edhe me Devisin javës që kaloi, po na tregonte domethënë që ajo e Myniut që u bën në të njëjtën kohë, në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë me atë që po përgatisnit juve, kanë qenë ato dy të para domethënë që u thirrën. Ka mundësi, unë nuk kam tejet informacion të saktë për këtë domethënë, por ka mundësi duke u bazuar nga materiali që qarkulloi më pas në social media. Domethënë, por siç ne gjithë dimë, pastaj gjitha qytetet mbar europiane, por jo vetëm, si edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Kanada u bashkuan domethënë me çështje orësh dhe u përhap vërtet shumë shpejt. Shiko, diçka e bukur për t'ju thënë njerëzve sepse kjo episod po xhirohet mbasi janë organizuar shumë protesta. Po. Asnjëri nga ne nuk e kishte idenë se çfarë ishte duke bërë. Është më e thjeshtë se sa mund ta mendoj gjithë secili. Asnjë lloj financimi. Nuk e dinim domethënë se si mund të organizoheshin protestë. Kishim falendëruese një vajzë që kishte eksperienca me alumnit, me ekspatët që ajo kishte studiuar më përpara, që doli aty e gatishme për të bërë regjistrimin në polici. Hajde të vej më tash do të regjistrosh. Duhet të regjistrohesh në polici, po. Sepse ti je në vrullin e ta bën ti, unë do ta bëj. Unë do ta bëj dhe dua ta bëj tani, domethënë, edhe e anashkalon gjithë këtë pjesën rregullore që dalë dha, se ka fare, e kupton. Duhet çdo gjë me rregull. Me shumë frikë, jashtëzakonisht shumë frikë, kishim frikë nga tensionet, kishim frikë se mos na përfshihen këto temat e tjera, jo Palestinë, jo Izrael dhe budalliqe, ne e dim shumë mirë se si shteti dhe policia gjermane reagon në qoftë se këto do të ishin bërë pjesë. Ishim pak të dëshpëruar sepse qytetet e tjera nga që janë pak më të vogla kanë atë luksin domethënë që i kanë dhe rrethet e vogla, por Berlini nga që është kolosal i madh krahasimisht domethënë me Würzburg po edhe me Muniun. Është shumë e shpërndar, ka aq shumë shqiptar dhe ti njeh më pak se sa do njihjen nëse do jetoje në Köln. Po, diskutohet. Ne jemi nisur për 40 vjet. Tham, për 40 ne jemi, po të bëhen edhe një 30-40 të tjerë, fituam. Po. Me pritshmëri të ulta. Patjetër. Kemi vajtur atë ditë se morëm me ca shishe ujë, ishte një burr me plicë dhe flamur, ishin 3-4 çuna. E tham që okay, ne kemi pritshmëri të ulta, çdo gjë është në rregull, sikur të bëhemi 10-15 veta, mjafton të ngrejmë zërin, çdo gjë është okay. Kur i kaloi 200 në atë ditë vlla. Kur e kaloj ato unë e mas në këtë mënyrë domethënë me sytë e inxhinierit dhe që në momentin që syri jot kur ngrihesh sipër domethënë dhe prap me zi e shef fundin janë shumë domethënë se një të dridhura edhe emocione pafund në atë lloj momenti e ke parasysh presioni, trysnia, kishim merak për policinë. Ata ishin duke kujdesur për ne, domethënë, por që gjithsesi meraku është se çfarë nuk ndodh. Edhe jo më kot e kishim merakun sepse edhe më vonë, domethënë, nga që policia gjermane, dhe se do ta dinë të gjithë, jo vetëm në Shqipëri, por në shumicën e shtetet europiane, policia e vendeve përkatëse shpesh herë i kanë falendëruar shqiptarët për rregullin dhe qytetarinë që ata kanë treguar. E njëjta gjë ndodhi në Berlin në protestën e parë
dhe policia tha që ne jemi teje të surprizuar, pavarësisht ishin 3-4 fugona apo 5 fugona sa mund të kishin qenë rreth e qark, kishim edhe një 6 të tjerë rreth e qark nëpër lagje të futur për mos të ndezur panik. Pasi ne e organizuam protestën në një park 1 minutë ecje larg ambasadës shqiptare në Gjermani në Berlin. Dhe në një telefonat, në një bisedë që policia kishte pasur me ambasadoren, ishte shprehur policisë që nuk do t'i lejojmë t'i bëjmë direkt përpara ambasadës sepse mund të djegin ambasadën. Kështu që po, këtë gjë e kisha dëgjuar, ka dal pak në këto, më falë se po ndërpres, doli pak para pak ditësh faktikisht, e lexova këtë lajmin ose këtë insider tip që ambasadori, nuk jam i qartë në këtë shqiptar. Ambasadorja është grua. Po. Ambasadorja kishte shprehur këtë frikën ndaj protestuesve që mund të bënin të pabërën kur i thon atë ditë, kur kam dëgjuar ndërsa nga edhe në intervistën e fundit me vajzat nga Firenze, nga Italia, që policia jo që nuk kanë ndërhyr kurrë për asnjë gjë, sepse s'ka pasur, kuptohet, nuk ka pasur nevojë, por i ka shprehur një falënderim protestuesve edhe madje i ka kërkuar që aman do bëni prap protesta juve se juve që ngeni në rregull. Pikërisht, shiko, unë kam pasur rastin në evenimente siç ka qenë ai festivali i filmit të bërë të tjera, më kam takuar 1 herë 2 herë ambasadorën shqiptare në Berlin. Nuk e kam konfrontuar akoma për këtë pjesë, ajo deri diku neve na njeh, se nuk është gjëja e parë që ne organizojmë si shqiptar në Berlin, nuk e kuptoj, domethënë thellësisht, sinqerisht unë nuk e kuptoj se çfarë informacioni ajo duhet këtë pasur për të bërë atë farë lloj negociate me policinë, por mendoj që është e padenj. Për atë në fillim jo për ne, për faktin sepse ajo na përfaqëson në nivel zyrtar, e kupton? Edhe është deri diku pak e ulët, domethënë që të thuash se shiko se këta njerëzit e mi janë tek qinje dhe mund të djegin ambasada. Kjo është e keqe, domethënë nga këto fjali frenohem dhe unë Buçi, edhe unë frenoj nga këto fjali, domethënë jo më një zyrtare reprezentative e shtetit shqiptar. Po sigurisht. Edhe ajo protestë doli fantastike. Shumë mirë. Jo, se e the shumë mirë faktikisht se kur pastaj dëgjon nga qeveria dhe nga zyrtarët e qeverisë që kujdesni me këto protesta se do na prishni turizmin e huaj, edhe nga krau tjetër një përfaqësuese e Shqipërisë në një vend të huaj flet me policinë dhe i thotë që kujdesen se këta mund na djegin ambasadën, thuaj se po mblidheshin aty një grup terroristash. Nuk e di a do ma lejoj YouTube-i këtë fjalën, po unë do ta them një herë, pastaj do ta lejoj YouTube-i se ç'kemë të shikojmë. Ne për herë të parë, domethënë kemi treguar atë që ka thënë Genbeko dhe në shesh, domethënë që ne jemi vetë Europa. Pavarësisht se në Shqipëri është rritur gjatë gjithë kohës fryma, domethënë që protestuesit bëjnë këto e ato, është normale, atje janë protestat e shitura, siç e të dy dim, nuk është ndonjë intrigë e madhe dhe normalisht bëhen pisliqe nga më të ndryshmet për mos haruar 21 janarin që degradoi domethënë deri në viktima. Patjetër, më keq nuk mund të bëhet më keq kaq, e kupton? Dhe në këtë moment në një ndjenjë, domethënë bashkëdhetare, se nisu me flamingot, po flamingot e parë që u dëbuan nga shtëpia ishim ne. Pastaj ata. Është vërtet. Dhe në momentin kur gjëja ishte kaq e natyrshme, domethënë kaq atë dashte, kaq për të qenë me atë ndjenjë për të qenë bashkë me njëri tjetrin, domethënë për ta shprehur dhimbjen tonë në fillim, me shpresë se mund të gjejmë një zgjidhje së bashku, është e pamundur të degradoj. Është e pamundur të degradoj se gjithë secili e di shumë mirë se për çfarë ka ardhur. Gjithë secili ka shumë gjëra për të humbur dhe kërkon vetëm të mirën. Nuk kam takuar një njeri në të dyja protestat në Berlin, edhe në të tretën kur pritëm kryeministrin, nuk kam takuar një njeri që mund të pasur një fjalë të ligë në gojë. Me gjithë secili vetëm me shpresën e Zotit që dash Zoti kësaj here edhe mund ta ndryshojmë së bashku. Është ajo që po na çon edhe përpara sepse jemi në ditën 21, domethënë të bësh një protestë me kaq shumë pjesëmarrës
pa marrë parasysh se ku, në Shqipëri, në Gjermani, në Franca, në Angli, në Amerika, në Australi, dëgjuar për Australi. Edhe ta mbash për 21 ditë, do me thënë që ata që zbresin edhe dalin në rrugë kanë shpresë. Dalin vetëm për asaj, se po të ishin interesa politike, të mirëfillta politike, sigurisht nuk do kishte arritur të vazhdonte 21 ditë. Edhe e kemi parë. Se që ishit keni pritur kryeministrin në Berlin. Si ishte kjo, si doli kjo? Ase ato videot pastaj kanë dalë. Ato janë nga ato videot që dolën nga social media edhe u futën direkte në kanalet media kryesore dhe standarde, le të themi. Patjetër. Shiko, ne kemi qenë duke përgatitur këtë si ide, si fillim përpara protestës së dytë në Berlin, që u mbajt më kapohen tash para një jave, bie tipu se data 14. Domethënë kishim si ide që prej protestës pare kishim si ide sepse ne kishim dhënë informacione. Gjithsesi cili nga ne domethënë profesionet ndryshme, lidhje familjare ndryshme, lidhje shoqërore të ndryshme domethënë dhe njëra prej gocave mori informacion direkt dhe e thamë që okay, ne do të bëjmë diçka. Se protesta e kaluam me protesta 2, se duhet të ishim në situatuar të nxirrim diçka të mirë, që ajo protesta 2 ishte fantastike fare, domethënë atë rrebeshim ato. Do ta flasim, do ta bisedojmë edhe atë. Edhe tek frika ishte e madhe, shiko. Sidomos pjesa e organizatorëve, domethënë që nuk është edhe mësuar ose nuk ka përvojë në dalje publike, domethënë siç mua më zbërgoja çorap, kam 5 vite, janë 3000 orë me fytyrën time online, e kupton, edhe unë më shbër lëkura, domethënë si lëkuri në Tiranë, nuk më vjen me përshtypje, është tamam sholl. Edhe frika ishte e madhe, sepse ishte qarkulluar një lajm që me siguri ka qenë një patronazhist te grupi, domethënë që thoshte shikoj, mos merrni shumë njerëz se ata që janë me karta rezidenciale, pra me leje qëndrimi, për ata që se kuptojnë, në qoftë se kapen duke bërë një protestë ilegale mund të deportohen. Edhe normalisht njerëz që organizojnë ndjejnë përgjegjësi të plotë, që bravo i qoftë për ato, më kanë mahnitur, domethënë ata shumë janë kujdesur që protestat shkojnë mirë, edhe që gjithsecili të jetë i sigurt. Edhe unë tham, okay, do të bëjmë një grup të vogël. Do bëjmë një grup të vogël, se kjo ishte arsye e parë, arsyeja e dytë ishte sepse në Prinzenstraße në Kreuzberg në Berlin është një damar rrugor dhe aty nuk jep leje policia, se ne pyetëm, domethënë për të marrë leje atje dhe nuk na dha lejen për arsye se është një rrethotullim tejet i rëndësishëm për atë lagje. Dhe thamë, okay, në rregull, do bëjmë diçka të vogël, u bën disa njerëz bashkë, secili kishte detyrat e veta. Unë kam pasur një peshë shumë të vogël në organizimin e Mirfield. Domethënë pavarësisht se kam ndjekur iden nga fillimi në fund, arsye personale, domethënë pune që isha tepër i ngarkuar edhe nuk mund të lija ke parasysh kur punon me klient, domethënë është një çike çmenduri. Gjithsesi, kishim frikë mos na vinin në orën 4, nuk erdhin në orën 4, kishte përdharur në orën 6, pritëm aty, unë 5 vajta, po kishte njerëz aty që kishin që prej orës 12:30, sa të tjerë prej orës 2, sa të tjerë prej orës 3 që prisnin, pa vajtur në banjë, pa ngrënë, pa pirë, pa asnjë gjë. Gra me burra, me fëmijë, domethënë edhe ishte, shiko, ka qenë aq e pastër si që Endri, çdo lloj fjalie që unë mund të them ty nuk e përshkruan dot se si ishte kur po të ishte atje. Po. Edhe has gjën e parë zhgënjimin ton. Për gjithë juve që po dëgjoni, kryeministri jon nuk i bën vetëm pazaret edhe korrupsionet, heshtur azi edhe fshehur azi, por edhe daljet e tij kudo në botë i ka të fshehura, se agjenda e tij nuk është publike. Siç ishte në Zyri, ditën tjetër do ishte në Berlin. Dhe më fal, nuk ishte zyrtare ajo lëvizja e kryeministit në Berlin? Jo, pra ato zyrtare ishte, po në faqen e kryeministrisë, domethënë të Edi Ramës nuk e shikon se ai ku është, e kupton? Ne e morëm këtë informacion, domethënë nuk ishte publikuar pra agjenda, si më thënë. Jo, asnjëherë nuk e publikon ai agjendën. E kupton? Vetëm kur ka miting që kështu kur mbledh sa sklevrit e vet, domethënë që i jep në një gotuj dhe një sufllaqe, domethënë vetëm atëherë e ka publike që e di. Se ashtu është, e kupton? Se deri ke gotra e ujit ishim në rregull, pastaj kalove ke sufllaqe.
E mirë, se edhe tani pa ngrënë do i lej. Po vajti ora 6 vajsh, ne kishim edhe persona brenda në atë event që po mundon na jep informacion dhe na thonë që ai ka ardhur, ai është këtu. U bëm vlla, nuk e donin vetëm, një dëshpërim në fytyrat tona, domethënë, ku dëgjon, dritroa golli nuk do të kishte përshkruar dot. U shpërndam pasaj dalë Allah nga na erdhi, nga hyri, si erdhi këtu nuk e pam ne, çdo lloj personazhi tjetër domethënë hynte nga dera kryesore, domethënë e ke parasysh siç vinë edhe diplomatë dhe biznesmen fuqishëm të ndaluar, del nga makina, na bënin edhe neve foto kështu për kuriozitet, vazhdonin. E gjetëm pastaj, siç u shpërndan grupet, kishte hyrë vlla nga mbrapa, nga hyn mallrat. Kupton ku bëjnë furnizimin me malla që sjellin ujëra edhe kartona edhe gjëra andej kishte hyrë. Domethënë edhe un kam bërë një video atë ditë, domethënë që ja, shifeni ça kryeministri keni, domethënë sa ka frikë literalisht nga 20 vjet apo 25 vjet sa ishim ne atje. Për të ballafaqur ka frikë, është e tmerrshme. Kishte për të mbaruar në orën 7:30, 8. O vlla, nuk mbaroi. Atëre pritëm në deri në orën 9, pak a shumë ka qenë ajo kur ai doli. Emocion i papar, por bëm atë që duhej bërë dhe u kënaqëm shumë me veten sepse grupi ka bërë një punë të jashtëzakonshme, domethënë dhe gjithë ne që ishim aty dhe që qëndruam deri në pikën e fundit, u shpërblyem le të themi emocionalisht. Por shpërblimi më i madh i imi ka qenë fytyra e Edi Ramës kur desha të të pyesja. Del nga dera. Desha të të pyesja. Kur del nga dera, domethënë dhe shikon protestën, domethënë e humbi të ruan fare. Nuk po perceptonte më realiteti. E para fare që ishte bërë kështu i verdh, domethënë fytyrë, sigurisht e smur, sigurisht e gjetën ndonjë gjë. Po ai hutimi i momentit, domethënë që vetëm duke parë protestën, i çroditur fare ngatroi dhe makinën, ashtu ajo skena perfekte, domethënë që u bë dhe super meme, pra që e bëri dhe gjën më virale se sa duhet ishte normalisht. Ishte aq i përqendruar tek ne, domethënë sa harroi makinën e vet. Doli nga pase dhe sa i troqën ata bodyguardët tanë këtu. Po. Ai ishte shpërblimi më i bukur në botë Alban. Ishte spektakël. Ajo, domethënë, ai moment nuk ka të paguar. E kupton? Dhe në fytyrën e atij mund ta shikoje vërtet, domethënë që i ka ardhur fundi. Po neve pam nga reagimi i Ramës, domethënë, pam duke bërtitur si çfarë thoshit? Si ishin ato? Se aty ishte vetëm ai, që mund t'ju drejtohesh direkt. Po, drejt, mendoj se e nisë me Rama jepe dorëheqjen, domethënë edhe një 3-4 parulla të tjera, domethënë. Edhe duket vetëm ai që në një moment para se të futet në makinë, ju shikon buzëqesh dhe ju bën kështu me dorë, domethënë. Duke dhënë akoma atë ndjenjen e superioriteti ndoshta në mendjen e atij, domethënë që shikoj se un jam mund t'ju përshëndes pa problem. Po për ata domethënë që kanë ndjekur politika dhe jashtë, për shembull, ose mund të kenë parë dhe filma ose lexuar libra, ajo dora e atij, domethënë, fakti që është në momentin e fundit, jo prej fillimit, është tejet romantike, është si letërsi, sikur e ka shkruar njëri. Ai është një flamur i bardhë. Ai është flamuri i bardhë i dorëzimit, e kupton, pak përpara se të hynte në makinë dhe të largohej nga shqiptarët e tij, nga bashkomaset e tij, interesat e së cilëve ai duhet të mbrojë dhe të respektojë. Po. E ngriti atë dorën e vet, që ishte zbardhur, se kishte vajtur gjaku në fund këmbëve, si fiksi një flamur i bardhë. Ai aty u dorëzua përpara nesh, domethënë, nuk e kishte më. E mbani mend Ramën e para disa viteve, domethënë që i bënte njerëzit çorap, po kthej, bënte batuta, ishte karizmatik, ishte on top me PR-in e vet. Mendon se në një situatë tjetër ose në një moment tjetër, le të themi para po të kishte ndodhur kjo mbledhje juaj jashtë kësaj zyre para një viti, le të themi. Mbasi ka fituar zgjedhjet 2025-s, do kishte ardhur ndoshta t'ju fliste nga afër?
Shiko, me emocionin, ose me emocionin, po me ngarkesën pozitive supreme që mund të kishte për momentin, patjetër të shtarë. Siç e ka bërë, ne kemi parë ato skena, domethënë që dalin nga Anglia, nga Milano, ku njerëzit i kanë bërtitur, ai du to kështu ashtu dhe ai është kthyer. Më është kthyer drejt për drejt në stilin e vet, domethënë me një arrogancë të papar dhe me një gjuhë mos të përdor në një fjalë tjetër tash, domethënë që e kupton. Edhe unë e kam zili ndonjëherë atë kur dua të bëj podcast plus 16 edhe unë e kam zili Ramën ndonjëherë në mënyrën se si fletej. Mirë, se kështu e ka atë. Domethënë e nxjerr dot kur është i qetë, e nxjerr dot atë anën e tij. Okej, kalojmë pak nga ky përshkrimi shumë i bukur edhe interesant për takimin që patët me kryeministrin në Berlin. Protesta e tretë ka qenë e the pak më përpara, shkurtimisht, ka pas rrebesh, shi, mot shumë i keq, por njerëzit kanë ngelura, kanë ndendur aty deri në fund. Kanë ndendur aty deri në fund, ka qenë protestë edhe e vështirë për të rregulluar, sepse ne pas dëshirën për lejen ta merrim në Brandenburger Tor, është ajo gjëja që juve shihni gjithë nëpër fotot e Berlinit, është gjëja kryesore nga Berlini. Normalisht sezoni verës, Berlini, Berlini, e kupton, vetëm protesta e kisha të dytë nga gjitha cepet, domethënë, dhe i kishte rezervuar dikush tjetër. Ne u treguam pak të pamatur që dham një njoftim që do bëhet në këtë vend në këtë orë, dhe kur na erdhi konfirmimi i policisë është e pamundur të bëhet në Brandenburger Tor, duhet ta bënin në ishullin e muzejve dhe në një orë më përpara, jo në 3 por në 12. Okay. E dëmtoi, domethënë minimalisht protestën, sepse kishte njerëz njerëzit ka ardhur nga Varshava plak. Për atë zot larg nëse do të njëjtë. Për protestën në Berlin kanë ardhur nga Varshava. Është aq larg Varshava, domethënë, edhe kanë ardhur fiks nga gjitha rrethina, kanë ardhur nga Hamburgu, kudo ku nuk ishte protesta, por kishte në Berlin, domethënë çfarë janë rreze me makinë 3, 4, 5 orë, domethënë kanë ardhur në Berlin. Edhe një pjesë e mirë e këtyre, domethënë nga që i kishin bërë llogarit pak ndryshe, ose erdhe me vonesë, një pjesë e vogël fare, pastaj nuk erdhi. Filloi ajo protestë me gjithë peripecitë e veta, domethënë është dhe nami madhare nuk gjen do sistem audio, e kupton, kur smere, kur nuk je aktivist në profesion. Domethënë tani të gjithë duan lek, ne s'kishim kokër lekur për asnjë lloj gjëje, ne kishim vetëm dëshirën e madhe dhe vullnetin për të bërë një protestë. Me miqësi domethënë u rregulluan të gjitha, por folën njerëzit, u dhan brohoritjet. Ajo perla, domethënë që kanë ndodhur të treja protestat që Gjermana apo çdo lloj shteti tjetër që kalonte, domethënë, dhe minimumi 1 në 5, 1 në 6 pyeste, "Ore çfarë po bëni? Çfarë keni?" E kupton, dhe të interesuar vërtet vëlla. Një qytetari domethënë që mua më bënte përshtypje që si ka mundësi vëlla ky njeriu, sidomos ai djali, domethënë atë ditë që iku, na kaloi me skateboard, edhe vjen pra si minuti, shikoj unë pashim përpara ata dhe po më dilte na mendja, për çfarë po protestoni ju, domethënë. E di çfarë energjie është ajo. Është një energji që të përmbush, domethënë që shifet se nuk po më dëgjoj vetëm këta shqiptarët e mi, po ka edhe të tjerë që interesohen për këtë pjesë. Edhe gjithë secili bënte, ne kemi bërë pankarta që kemi prodhuar vetë, domethënë i kemi vënë atë QR kodin e peticionit. Të gjithë e kanë bërë scan, të gjithë e kanë shkruar, ata që kanë ndaluar kanë bërë follow, kanë shpërndar video, kanë thënë fjalët e mira, bravo i qoftë, po jepni shembull etj. Edhe perla më e bukur pasaj, ajo frika më e madhe ajo, shikoj se Zoti i sjell ndonjëherë gjëra. Ne dinim që do të binte shi, nuk e dinim se kur, fiks. Dhe shiu fillon në momentet nga çereku i fundit, domethënë i protestës, dhe nuk lëvizi njeri. Domethënë ai shi tipik siç bie në Tiranë shiu, domethënë me që ti je nga Tirana, rrebesh, furtunë, një erë, domethënë nuk ishte çadër që mund të ndihmonte aty, domethënë, dhe nuk lëvizi njeriu. Të gjithë duke brohoritur, të gjithë as shiu nuk na ndal. Të gjithë domethënë me të njëjtin gjak aty, me të njëjtën ngrohtësi, me të njëjtën zjarrësi, gjithë secili domethënë ne jemi këtu për këtë gjë dhe kësaj gjë do të shkojmë deri në fund, qoftë shi apo bor. Dhe ishte dhe pastaj doli dhe goxha romantike si gjë, domethënë që një person që punon me marketing
do ta përdorte, do dinte ta përdorte. Patjetër. Po ky është edhe treguesi sepse nuk ka ndodhur vetëm në Berlin, me sa kam parë ka qenë edhe në Londër, në mos gaboj, dita ditë me diell, siç e di me njohin pak a shumë Londrën që moti është i paparashikueshëm edhe në kushte shiu, në kushte të vështira, prapë edhe aty njerëz nuk kanë lëvizur, edhe ndoshta kjo është një nga ato, siç the ti, ato kartolinat më të bukura, më të mira për ne si popull, ndoshta, sepse kemi treguar mbas 15 vjet protestash të thirrura me leje nga partia. Kemi treguar që protesta kur është e vendosur, kur është reale, edhe kur është e ndjer, jo shi, jo rrebeshe, jo borë të ketë. Po, kur i thot populli të zbresja i lartë, e të më vit më thot ik, unë nuk iki. E kjo është gjë më e bukur dhe më frymëzuese. Usharova të thosha diçka interesante. Është shumë interesante kjo, domethënë, dhe që t'japi një çik frymëzim dhe shqiptarëve në gjitha qytetet shqiptare. Kur po prisim kryeministrin, domethënë, aty në grup për disa sekonda, domethënë përpara kemi pasur një tip që mendonin se ishte me ne, po ishte patronazhist. Domethënë pastaj ishte aty, fliste gjithë kohës me dikën në telefon. Ndodhi ç'a ndodhi, domethënë, si duket ky tipi ka marrë policin në telefon, ka mbledhur pa leje. Ne ishim aty, si na kishte vajtur atje ku s'mban më, vlla, kupton, duke ngrënë po anin patate. Kishim marrë pome se kishte vajtur sheqeri në fund, domethënë, sigurisht kishim më fuqi, sa po pinin ujë, domethënë. Unë energjik vetëm duke pirë cigare të ulja tensionit. Po. Edhe vjen policia aty, domethënë, ata vinë 4-5 policë, domethënë, duke parë kështu. Shiko ata ne ata, e kupton? Si jeni? Ç'a bëni këtu ata? Ishte forim, bashkë, jemi mbledhur këtu, jemi goxha pajisore, etj. Sa veta jeni, po ja, kaq jemi, sa na shef këtu, domethënë. Ç'a do të bëni? Po kështu, do që kemi plan. E normalisht, policia gjermane nuk është si sklevrit në Shqipëri, domethënë që erdhi për bukën e gojës, sa zotëria, që ishte kryetari i grupit atje, domethënë, do shkoj të flas pak me supervizorin, me shefin e vet, domethënë, dhe do t'ju viti them nëse kemi ndonjë problem. Kalon policia, na lë aty siç ishim, ne vazhdojmë duke ngrënë patate edhe duke pirur ujë. Edhe serdhi më vlla. Serdhi më na fliste thjesht kishte folur me shefin e vet, çdo gjë është në rregull, ta janë paqësor, as nuk po bëjmë pis, as nuk po bëjnë shere, as një lloj gjëje, thjesht vuri 2 persona aty tek ato shkallat që mos futej njëri poshtë, domethënë që të shmangnin konfliktin fizik. Dhe kaq. Edhe ç'a bëri ky patronazhisti? Asnjë gjë. Kjo është ajo pjesa. Një vrim në ujë. Po mirë, një vrim në ujë bëri. Ja. Ai e bëri vrimën në ujë, po tani duam të dim, sepse kjo është pjesa më interesante. E para, juve e kuptuat, morët vesh kush ishte patronazhisti? Kush mori në telefon? Kjo është më e bukur që nuk e kuptuam fik, sepse vetëm një nga çunat e kishte idenë e sigurt që ishte ky tipi, dhe fatkeqësisht dhe vetmja foto që kemi është me kuriz. Domethënë të ti filani duke folur në telefon, domethënë ndonjëherë ndodhin këto gjëra, domethënë është e bukur, por shiko, patronazhizë dhe njerëz përçarës ka pasur në të gjitha protestat në Berlin, edhe në dijenin time në të gjitha protestat në Europë. Po jo vetëm Berlin, edhe protesta me shiun kemi pasur atje tek protesta e dytë, për shembull, një person që thjesht i vinte nga smonda njerëzit, sepse ke ardhi këtu për çfarë protestoni kot etj. Te protesta e parë njëjta gjë. Ata individ janë kudo. Por ajo që doja të shprehja unë me këto është se fuqia e tyre, domethënë, vihet në kornizën se sa i lejojmë ne ata të kenë fuqi, se sa na dëmton ajo fjala e tyre, domethënë. Normalisht ata ordën që ti kërkon se gjerman të kesh disa veta për të mbajtur rregullin. Mbasi i kanë spikatur personazhe të tilla, domethënë në proteste kanë vajtur folur të tri dashur, mos i bezdis protestuesin, nëse nuk të pëlqen, vazhdo, dhe kanë ikë. Mënyrë të civile, pa shere, pa asnjë lloj gjëje, vllai. Ciao. Po. Perfekte. Shumë mirë, po tash nuk e dia do të shprehesh për këtë, përmes kanaleve të tua, edhe pastaj do kalojmë flasim për më tutje të dalim nga pjesa e diasporës. Para disa ditësh, mos gabojmë të hënën, mbas protestës të fundit, dolën ca fjalë, ca lajme që dikush po tentonte të monetizonte
protestën. Po. Shiko, kjo lidhet me ato fjalën që unë nisa që prej protestës parë që ne ishim persona që nuk ishim shumë eksperiencë, domethënë dhe po mundoheshim të mblidhnim suport nga çdo individ që tregonte, që minimum je tregonte se çka kishte brenda ishte tjetër gjë, se ato duhen analizuar, po që na jepte një ndjesi të mirë. Domethënë, dhe po, kjo është më se e vërtet. Është një rast që neve mentalisht na ka dhënë një goditje jashtëzakonisht shumë të fortë. Shumica prej ne e perceptuam si tradhti, jo vetëm kjo se kanë ndodhur dhe shumë gjëra të tjera, domethënë, që janë edhe vogëlsira edhe mbase do t'i diskutojmë së bashku në një moment të dytë për mos të prishur shpirtin e protestës akoma. Por kjo, për këtë rastin që folet ti, mund ta flasim se kjo është një histori e mbyllur. I gjithë grupi organizator, domethënë, ishte i të njëjtit mendim që kjo është komplet e papërshtatshme. Këta individ që kanë shprehur dëshirën e mirë nuk kanë sjellë në një të mirë të prekshme, sepse gjatë gjithë kohës kishim të bënim me individ që janë aktivistë karriere, që nuk kanë bërë asnjë gjë në jetën e tyre përveç këto gjëra dhe mundohen të nxjerrin lek nga çdo lloj gjëje e mundshme. Nga njëra anë, domethënë, jetojmë në një botë të lirë dhe puna vet bravo i qoftë. Po nga ana tjetër, nuk ma bëri as Hanci, as Otto, as Matteo. Ma bëri një shqiptar këtë. Edhe për këtë arsye, domethënë, ne ishim kaq të ndjeshëm, sepse ishte një bashkombase shqiptare. Dhe për ne normalisht tregoj si mund të monetizosh ti vojtjen e shqiptarëve. Ne nuk kemi dalë për qef këtu. Ne nuk kemi dalë këtu për një hap tjetër, domethënë se duam të ndryshojmë diçka minimale. Ne kemi dalë për lotët e prindërve tanë që na shohin një herë në vit apo dy herë në vit qameti. Domethënë, është trisht. Po mbi të gjitha, domethënë, unë e kalova atë pjesën shpejt, mbasi u doli dhe live, mbasi u publikuan të gjitha gjërat. Unë si Bleon, nga mezi i javës, nga fundi i javës, tash unë këtë njeriu e fal. Domethënë, por faqen tjetër nuk ja kthej. Domethënë, edhe ishin të gjithë si organizatorë të njëjtit mendim dhe personi u izolua, domethënë, dhe u ekskludua nga çdo lloj gjëje tjetër. Domethënë. Shumë mirë, është edhe mënyra ndoshta më e dur për ta sqaruar këtë muhabet. Edhe ju përgëzoj sinqerisht për këtë mënyrë dhe për këtë lloj sjellje, sepse në momente të tjera edhe ndoshta në rrethana të tjera do ishte zgjedhur në do ishte ndryshe. Shiko, këta persona meritojnë gjithçka. Unë nuk dua të tregojmë shif tani se nuk jam në Tereza këtu. Unë nuk jam në këtë botë për të marrë çmimin Nobel për paqen. Këta persona meritojnë shumë. Domethënë bile ka pasur edhe gjëra të tjera, domethënë jo të lidhura me këtë protestë, por që unë ja kam bërë ben gjithë secili, domethënë çdo lloj njeriu që po mundohet, domethënë, ose ta shkatroj ose ta kanalizoj e ka radhën. Edhe fatmirësisht, domethënë, si timin e së dy ka dhe shumë njerëz të tjerë, grupi që është i lidhur me Buçi Podcast është shumë i madh, domethënë, që dërgon informacione, screenshota, video, dhëna, domethënë, është tjetër. Ne kemi database, të gjitha personat që kanë bërë këtë lloj pisliqesh e kanë radhën pasi të mbarojmë punën e parë që kemi së bashku. Se është kombi në radhë parë. Kur të mbarojmë këtë punën e mira, do merrem si të tjera. Patjetër. Ka prioritete. Shumë mirë. Do flasim më vonë edhe për ca çështje të rëndësisë madhore edhe pak delikate, por tani do lëvizim pak nga protestat në Berlin edhe në diasporë. Do flasim pak për do kthehemi pak në romanticitetin që na ka kapluar sot. Sepse sot, siç e thash në fillim, në këtë moment që neve po regjistrojmë në Tiranë po marshohet, edhe i kemi parë imazhet, unë e çova video në fillim të këtij episodi, nuk kishte mbarim turma, nuk mbaronte, domethënë fillonte nga besoj nga sheshi Nën Tereza në Tiranë, aty ke universiteti, edhe mbaronte ndoshta ke kthesa e Bashkisë Tiranës.
nuk Po më tutje nga çunat në teren më kanë shprehur që është më tutje është deri tek ai bulevardi Zogu i parë më ka bën domethënë pas 15 kaçit quhet ai apo jo, se unë zi nga Tirana nuk i mbaj mend emra domethënë po baronët Doriandej dhe zgjatuesit kishin gjitha njerëz domethënë kryqëzimet kishin gjitha nga dy anët tjera. Ishte vërtet madhështore. Sot është është nisur pjesë e madhe diasporës për në Tiranë, edhe në Tiranë sonte u bë ajo që ndoshta nuk e prisnin, sepse gjatë javës, jemi korrekt, numri i protestuesve ka qenë pak më i ulët se javës që kaloi. Nuk ka qenë i ulët në përgjithësi, por ka qenë pak më i ulët se ai që ishte deri fundjavën e fundit. Po diskutohet tash. Ka pasur ndrim turnesh. Por sot ishte plot, si e ke parë. Un kur po e ndiqja, kisha një lloj, kam pasur sigurisht edhe kontakte me njerëz në terren. Kam pasur një kontakt me një zonjë, është edhe i njohur faktikisht, quhet Dorina Mema, besoj se e njeh edhe ti. Kush nuk e njeh Dorina Memën? Edhe më ka dërguar do ta lexoj se do ta lutem. Është fantastike, janë dy fjalë të shkurtra fare, po kur mi dërgoi edhe kur I lexova, mu rënqet mishi, domethënë. Se I dërgova unë një video, bëra një story në Instagram, edhe më shkruajti vetëm kaq. Po qaj se mendova kur, me lot. Çfarë ndjesi e ke pasur ti kur I ke pasur? Sigurisht edhe ti e ke ndjekur sot. Unë e kuptoj zakonisht shumë mirë, domethënë pse ajo ka qartë, se ajo ka qenë atje, po unë gjalla vetë sot. Ja kupton se më vjen një nga çunat që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë edhe për të mbledhur materiale, por edhe për të krijuar disa prej materialeve që ne kemi nxjerrë për të rritur atë vizibilitetin e gjithë. Edhe më thot, vlla, nuk e ke iden. Nuk ke nga kalon, I është motra. Domethënë, edhe unë aty në moment ngela një moment. Domethënë dhe po shikoja që po përlotesha, kaloi direkt çupun sekondash, domethënë se ato gjëra janë shumë të bukura kur ndodhin kështu afër me njëra tjetrës. Një mik tjetër në Instagram me një zë të ngjirur që unë ta dërgoj ty për qefin tënd ta dëgjosh ti, nuk ishte më zë fare. E tha o vlla, po kapi milionshin tha. E këto ajo shërëtima në fund, domethënë aty se mbaja dot më lotë unë, pastaj qava një çik, po qava. Domethënë qajnë dhe burrat ndonjëherë. Por është gjëja më e bukur që ka ndodhur ndonjëherë në historinë moderne, por për mos të thënë në 90 vitet fundit të historisë shqiptare. I mblidhe dhe Enveri I mblidhe me këburet e koka. Kemi rizbuluar gjenin ton natyral primal shqiptar. Kjo është shqiptaria. Jo ato që na janë shitur edhe që ne fatkeqësisht nga vuajtja dhe nga tmeri që kemi përjetuar, ja kemi përsëritur vetes që diçka nuk shkon me ne, që gjermanët janë më të mirë, grekët ditë të bëjnë shtet, këta të tjerët ditë të bëjnë etc, domethënë që e ke parasysh ti pula e komshiut është më e mirë. Po. Nuk e ka bër asnjë vend tjetër këtë, të paktën në gjenin time. U ftoj të gjithë ata që janë duke dëgjuar dhe komentuar të më korrigjojnë në komentet e tua. Të më korrigjojnë thonë Bleone he gabim, ka qenë këta filan njerëz që e kanë bërë në mënyrë të tillë. Jo, nuk ka bërë njëri autokolon nga duke udhëtuar pa ndalim. Asnjëherë. Ky është shqiptarizmi, kjo është shqiptaria. Ne duhet ta përdorim këtë si rrënjën e parë, me që jemi edhe tek rrënja e parë e shqiptarisë re. Unë kaq kam për të thënë këtë se po e vazhdova më shumë do e prish. Bravo, jo është e vërtet. Është e vërtet kemi qenë. Shiko, unë jam rritur që në moshën 3 vjeç jashtë. Këtë ja përsëris se kemi shpesh gjatë këtyre ditëve kemi pasur shpesh debat me mamin, se babi faktikisht në këto momente nuk është këtu, është në një vend në Tiranë, se pa ta thojë janë ndryshe do dukej nuk e themi kështu. Do dukej mirë. Por duke biseduar me mamin kështu edhe ka thënë shtash, se nuk është e vërtet
ajo që ke, se unë kam pasur shpesh kritika edhe ndaj prindërve të mirë, më thonë za kritika, se kuptohet në bisedime sipër, po i thosha që shiko, unë nuk e besoj dot që juve të jeni kaq të kënaqur me jetën në atë kohë ishim në Itali, me jetën në Itali edhe unë ndjeja këtë dëshirë për të qenë pjesë e një shoqërie shqiptare të mirë, të shëndosh, të bukur, e ke parasysh si ajo shoqëria italiane ku jetoja unë. Edhe nuk e kisha, më mungonte kjo pjesë. Edhe sot po më thoshte mami, tha, jo tha, mos mendo kështu. Neve na vinte keq, sepse neve kur kemi ikur nga e keqja. Edhe flasim për fillimin e viteve 90. Po unë tha, me mamin tim edhe me vajin tim në 90, në 91-shin kemi qenë në shesh tha kur ka rënë busti e verit. Mos kujto. Kupton ti? Domethënë për të lidhur me atë që the ti, ndoshta kjo është përveç se shpreha e shqiptarit edhe të shqiptarizmit në mënyrën më natyrale, është edhe shpreha më e madhe edhe më e mirë që kemi pasur pas vitit 91 ndoshta. Unë jam I sigurt që edhe ata që kanë dalë në vitin 91, turma, qytetarët e thjeshtë që ishin lodhur, ata e bën me qëllim të mirë. Pastaj ndodhi çfarë ndodhi, ne e dim të gjithë çfarë ndodhi, por qëllimi ishte I mirë siç është qëllimi sot. Tashi, duke u kthyer ke ditë sotme, nuk e di tash sa mund të ketë vajtur marshimi. Mendon se nesër do jetë prapë kështu? Mendon se mund të vazhdojë akoma shumë? Si mendon që mund të mbarojë ose kur mendon se mund të mbarojë? Kjo protestë. Shiko, unë nuk mund të them se kur mund të mbarojë kjo protestë. Ajo çfarë unë jam I bindur, e besoj, e kërkoj dhe dëshiroj është që kjo protestë duhet të mbarojë në momentin e parë që dy personat kryesor, të cilët janë bërë pjesë e hiteve verore të kësaj vere, të largohen në mënyrë qytetare, vullnetare nga ato pozicione. Fatkeqësisht, domethënë se kjo është jo vetëm një kërkesë, po drejt diku edhe një lutje. Mbase lutja e fundit që unë mund t'i bëj kryeministrit të atdheut tim të dashur. Zotëri I nderuar, je duke I shtyr njerëzit të dalin nga vetja, je duke ja provuar damarin, domethënë në ekstremet e veta. Je njeri I pa dëshiruar. Je njeri, mbase je ndër të vetmit lider, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Europë që nuk të do njeri. As administrata nuk të do, as minionat e Partisë Socialiste nuk të duan, të gjithë kanë frikë. Unë e kuptoj, ne të gjithë e kuptojmë që ti je makiavelist I anës së errët të makiavelizmit, se makiavelist jam edhe unë, po jo ashtu. Por vjen një moment që njeriu e kupton që ne nuk po jetojmë në pjesën në kohën e principatave italiane dhe ti nuk mund të bësh të njëjtat veprime që ata kanë bërë. Ndaj, në qoftë se të ka ngelur ku dëgjon sado pak gjak shqiptari në vena, një orë më përpara që ndise atë letrën bukur e mirë, vendosit atë firmën e shpifur, që mos të bëjnë me faj, se ashtu e ke, dhe hape krahun sepse je shkaktari, ose do t'jesh shkaktari kryesor për çdo gjë që mund të ndodhi më vonë. Kjo është për sa I përket kërkesës që unë kam nga drejt kryeministrit të Shqipërisë. Ti ke qenë pjesë, ne gjithë jemi munduar gjithë kohës në këto ditë të japim informacion në kohë reale. Do të thënë një super lodhje që unë gjej rastin këtu në këtë podcastin tënd të falenderoj ty në rast parë dhe çdo lloj individi që ka sado pak prezencë online, qofshin këto faqe memesh, qofshin persona publik që kanë marrë aq shumë kohë nga jeta e tyre, sepse këta thonë jeni heronj tastierash, domethënë kur unë screen time-in e kam 12 orë. Tani bëj llogarin ti se çfarë bëj unë me 8 orë punë, domethënë edhe screen time-i 12 orë se sa energji e gjitha gjë të shpenzon. I kemi dhënë informacionet e duhura, kemi bërë gjithmonë thirrje për mos të rënë pre ngacmimeve. Ka ndodhur disa herë, kemi pasur patronazhista që I kanë ngacmuar protestuesit, ka të tjerë dhe I kanë ndjekur dhe më pas gjithmonë ka pasur burra dhe gra, qytetar të sjellshëm që edhe djem të rinj gjakdet I ka thënë mos
sepse është provokim, ne nuk jemi këtu për këtë. Kështu që në këtë vazh duhet të vazhdoj, dhe kjo nuk duhet të mbaroj derisa ata të ikin, sepse ka dhe një gjë tjetër dhe nuk do të hap panik, domethënë, por e shprehin vet ata që janë atje. E kam haruar numrin e sa mesazheve të tilla kanë ardhur, sa buçi po ose e bëjmë ose nuk e bëjmë, se po nuk e bëm do na gjesh në një punë në Gjermani. Me këtë që ne kemi nisur, nuk ka kthim mbrapa. Domethënë, ata kanë 30 vite që po e zbrazin Shqipërinë nga shqiptarët në mënyrë që të kenë në vete vetëm vasal të kontrollueshëm që do i binden atyre. Janë tashmë as nuk po e shesin, se ta kishin shitur do kishin marrë diçka, domethënë, po e japin falas në vende të treta të huaja, që emrin nuk do t'ja përmendim, por që nuk kanë asnjë lidhje miqësie, domethënë, dhe janë armiq derivat të shqiptarisë. Pa asnjë lloj lek, pa asnjë lloj interesi, vetëm me pazarin e drejt për drejt që ata bëjnë, që ajo pala tjetër të mbështesi ata për të qëndruar akoma në pushtet. Duhet ta vazhdojmë për këtë sepse ky është momenti jon, duhet i japim fund asaj çfarë prindërit tanë nisën, por që nuk e mbaruan dot, sepse ata bën më të mirën e tyre, bën më shumë se sa kishin bërë prindërit e tyre. Tani është rradha jon. Se ne kemi të drejta dhe duam Shqipërinë e mirë, po kemi edhe përgjegjësinë, domethënë, që edhe ne të bëjmë edhe një çik më shumë se sa bën prindërit tanë. Siç do e kenë detyrën fëmijët tanë të bëjnë edhe më shumë se sa po bëjmë ne. Kështu që parashikimet le t'i bëjnë në Top Channel në orën 7 kur fillon horoskopi. Unë kam vetëm mesazhin që duhet të jemi jashtëzakonisht vigjilent, duhet të jemi jashtëzakonisht të dashur me njëri tjetrin dhe gjithë secili të mbështesi në çfarë do lloj mënyre. I ke para ato gjyshrit që dalin edhe duart rokasin nga balkonet, pa ka pamje më të bukur. I ke para ata burra që dalin me koli me ujë rrugëve, japin ujë protestuesve. Po ka gjë më të bukur se sa aq. Po për këtë po e bëjmë ne, për kjo është protesta. Që ajo të jetë përditshmëria shqiptare, jo vetëm kur na zë rrota bishti. Më pëlqeu ajo që the mesazhi që të ka ardhur, neve këtë po e bëjmë, edhe nga kjo nuk ka rrugë kthimi. Kjo është një gjë që e kam bluar këto ditë brenda për brenda, se duke qenë mësuar me ato protestat e thirrura me leje nga partia, e kemi parë domethënë që protesta nisej sot, mbaronte po sot, edhe nuk mblidhe njëri. Ndërsa duket e ka atë sot në Gen Z do thotë atë aura të protestës të pakthyeshme, domethënë ka arritur në një pikë që edhe mendoj që ka arritur në një pikë që nëse zbëhet ose zbehet do kaloj pastaj në mund ta agravoj patjetër, kupton? Ndërsa besoj se do jetë mirë, do jetë jashtëzakonisht mirë, edhe për atë shpresën që si ishte ti po japim ndoshta edhe atyre pleqjve që dalin nga balkoni dhe duart trokasin, se është vërtet fantastike. Për ta mbyllur këtë, më lejo të bëj një romantizëm deri diku nacionalist. Shiko, ne jemi pasivisht apo aktivisht bit, jo vetëm të Gjergjit, se Gjergji bëri punën e vet tash edhe shoqyr që e bëri, po jemi pasardhësit e atyre fisëve shqiptare, domethënë se entrin në Dieni, sidomos në Malsi apo edhe në Dibër, kur të gjithë çetuesit shqiptar, domethënë e kishin kokën e prerë zero dhe kishin thjesht një tuf flokësh këtu. Ata e mbajnë ato tufën e flokëve jo sepse kishte ardhur berberi më i mirë në fshat, edhe ai ishte stili modern. Ato e mbanin sepse në ato kohë aq të egra, në momentin që ata vdisin dhe ju pritej koka, në qoftë se nuk do kishin flok, do ja fusin gishtat në gojë ose në sy për të treguar që shife ko vrava unë. Çetuesi shqiptar, për të mbrojtur nderin e vet, për të mos e prishur fytyrën dhe me kokën e prerë, lini një tuf flokësh që armiku mund t'ja mbante kokën e varur. Atë lloj vendosmërie edhe trimërie duhet të kemi edhe në këtë kaos. Nuk po niset njeri për të prerë koka,
por është një prerje figurative e kokës që do të na bëhet ne nëse nuk ja dalim. Dhe ne do të kemi të njëjtën vendosmëri tek vetja te njëri tjetri në thonjza bashkëqetuesit tanë që do ja dalim. Wow, po pëlqeu shumë, kjo pëlqeu shumë. Vërtet shumë e bukur. Shpresoj që të jetë kështu siç po e tregon. Pra jo me prerjen e kokës, po me mos prerjen e kokës. Me mos prerjen e kokës. Do doje të ishe pjesë e asaj autokolonës. Shumë shkurt, kështu një pyetje. Unë do doja. E kam parë dhe e kam vuajtur. Shiko, edhe që mua më kanë bërë dhe shumë kritik të se mund ta them dot edhe ai shkurt, më falesh për këtë, po. Jo, mirë. Më kanë kontaktuar domethënë nga Londra, nga Belgjika, nga Berlini, po, nga Hamburgu, domethënë që Buçi ti pavarësisht se unë në fakt ishte thjesht një gursh, domethënë nuk është se unë nuk isha drejtues i projektit. Por fakti që në 200 veta 5 njihnin domethënë duke folur me njëri tjetrin domosdoshmë mua mbinte pesha, domethënë çfarë lloj gjë ndodhi na mbrapa Buçi. Domethënë, te që ne bën Buçi dhe gjithë secili kontaktoi Buçin, edhe unë thashë po e mbështes patjetër, por unë kam disa kohë që jam i pavarur, domethënë që punoj për veten time, që do të thotë punoj me klient. Edhe plani për të dhënë performancën time në punën që unë bëj, domethënë ishte bërë përpara se të fillonte protesta. Dhe normalisht individ të tjerë që mund të bënin të njëjtën punë në këtë tek ky klient, domethënë janë njerëz me fëmijë, me prokujtime që kishin bërë planet. Unë e di që presmarrja në protestë është më e rëndësishme, domethënë se sa përkujdesja 1 apo 2 ditë një fëmie. Ha debate edhe kjo, por po e marrim të mirëqen. Por nuk mund ta shpjegoj auto një francezi apo një italiani. Kupton që lëri ti fëmijët e tu, e kupton dhe shkon në punë që unë të shkoj në protestë. Është absurde, e kupton? Edhe patjetër, më qan zemra dhe unë do doja të isha. Kjo është më se e kuptueshme, të paktën nga pikpamja ime, dhe unë kam pasur në atë të voglën time, domethënë sa bisede, domethënë po mirë, ti që hiqesh e bësh. Pse si nisur? Po tash janë ca gjëra që fatkeqësi. Shiko, neve besoj se mund të flas edhe për ty. Kur i pam kam 2 ditë që shikoj që më dalin në Instagram se edhe algoritmi është i poshtër, e ke parasysh të tregon ato që ke dëshirë të shohësh. Tashi nuk na lejonte, më qante shpirti, më qante zemra duke i parë ata që ecin, edhe thjesht ishe vetëm tek pull në makinë. Po t'ishe një autokollon 1 kilometër me makina, do ndiheshe super, e ke parasysh. Po janë ca gjëra që sidomos neve që jetojmë edhe disa larg, se tash të shkosh nga Gjermania në Shqipëri me makinë janë 17 orë minimum. Me fëmijë. Shikoj, ti themi edhe diçka, është edhe ajo. Duhet të themi edhe diçka të gjithë, domethënë se ka një pretend. Domethënë unë i ftoj të gjithëve, nëse doni të nxjini mlefin tek mërgjimtarët, si unë si jeni, nxjerrini tek unë. Nëse do ja thoni njeriu tjetër, domethënë që zëvendën kanë, nxjerrini tek unë. Siç e tham përpara, më është bërë sholl dhe jam mësuar me këtë pjesë. Mos i binim qaf njerëzve të tjerë pse nuk erdhe, pse nuk erdhe. Se vërtet ne mundohemi të kuptojmë domethënë gjithë vështirësitë tuaja në përditshmëri, pasiguri, në agresivitetin, ekonomi e keqe, domethënë probleme nga më të pafundme për të cilat do protestojmë. Domethënë po mundohemi të kuptojmë dhe ju jemi bashkuar për këtë pjesë. Po gjithsesi unë asnjërit nga ju nuk do ja uroja asnjëherë të jetonte larg vendit vet. Mund të kesh je duke ngrënë vaktin më të mirë në një restorant spektakolar në Berlin, me njerëz, me shokët e tu, që edhe flasin shqip. Dhe në fund të gjithë kësaj nate, mendja do të vej po atje. Nuk e kuptoni dot derisa ta provoni, dhe unë nuk ja uroj asnjëriu. Prandaj mos i bini me qafë mërgjimtarve, sepse vetë ata e din se sa vuan shpirti i tyre hy dit del dit. Ashtu është e vërtetë, do kishim thash na qan zemra kur i shohim ato videot. Por jemi edhe krenar sepse ajo që ka vajtur në Shqipëri sot
është një përfaqësi shumë e madhe edhe shumë e denjë. Edhe besoj se edhe ka qenë një hovë shumë e rëndësishme dhe shumë fuqishme për të nxjerrë akoma më shumë njerëz në shesh sot. Sot edhe nesër edhe ditët në vijim, se nuk besoj që ata që kanë ikur sot do ikin për 2 ditë. Kështu që po unë njoh personalisht minimumi 7-8 vjet që kam prerë bilet me Indrejtim. Kam prerë bilet krimi akoma, e kupton? Nuk e di se kur do kthehen. Që ti bërën përpara, domethënë do kthehesh apo jo, domethënë janë sa që i kanë thënë all in, fuck it, e kupton? Unë do vete ku të vej, le të vej. Bravo qoftë. Tashi dalim pa nga romanticizmi, më vonë do të bëj një pyetje se kam lexuar ose jo do ta bëj tani. Po duke parë pak Facebook-un sot, sigurisht që krah atyre postimeve të bukura dhe pamjet manitshme të autokolonës, më doli edhe do t'ja them emrin se Ulsi Manja me një postim. E ke parë? Jo, se kam parë këtë gjë që po thua ti, po sa thua Ulsi Manja i ke thënë gjitha. Ulsiu sot kishte nxjerrë një postim në Facebook duke kishte marrë një pamje të një makine tip Land Rover, Range Rover, unë nuk jam shumë i dhëm pas makinave, me atë flamurin e bukur të madh përpara, edhe kisha shkruar që edhe këta me makinat e shtrenjta me siguri për bukën e gojës po protestojnë. Çfarë paradoksi? Hajde protesta, hajde. Akoma vazhdojnë të kërkojnë të bëjnë atë që kanë bërë ditët e para, kërkojnë ta hedhin poshtë rëndësisë të protestës dhe shpirtin e njerëzve që shkojnë protestë në këto mënyra shumë të ulta. Faleminderit jashtëzakonisht shumë, sepse unë do kisha bërë një video për këtë temë, por po e shpreh tek ti. Tani, e para fare, kjo është taktika një nga më të vjetrat dhe më funksionale të Cesariana, që është përçate fundo. E bashkuar kjo me mbeturinat e komunizmit, siç Ulsi Manja është shëmbëllën të jetë mirë, përkthehet në shifeni ju të tjerë që jeni për bukën e gojës, këta nuk po vuajnë nga buka, e kupton, këta janë përgjithësia, këta kanë lek, e kupton, këta janë duke ja u vjedhur juve. Por e vërteta është, të jetë ndryshe, patjetër. E vërteta është që i dashur Ulsi, çfarë emri të keq ka o por shumë i keq si emër. I dashur Ulsi, i mungon një të ishte Ulsi. Do ti apo po të ishte Ulsi, do ishte perfekte pastaj Ulsi. Çapele. Më kishte vajtur më ja, do ta bëj meme. Do ta bëj. E vërteta që ndron armik i shqiptarisë e ti, që shqiptarët kudo janë lulëzojnë në mënyra që shmënden çdo lloj kombësie tjetër. Po flasim proporcionalisht, normalisht ka edhe njerëz që ka dhe shqiptarë që vuajnë në Berlin, domethënë nuk po i themi që jemi ditë mbretër. Diskutohen. Por në proporcion me kombësitë e tjera, shqiptarët lulëzojnë dhe japin kontribute fantastike në çdo shtet ku ata janë. Por jeton në shtete që ja japin jo vetëm mundësit, po edhe ja njohin ato. Dhe domosdo një i shkolluar me profesion që ka kaq vite që punon, një biznesmen që ka kaq vite që punon, që nuk vete njëri t'i vëj gjoba, ti mbylli lokalin, ta vjedhi, t'i vëj tritol, të vi KMT-ja për atë gjën që tha bëje 2 vite përpara, tash i thot jo se s'lejohet më. Kur të gjitha këto variabla dalin nga ekuacioni, patjetër me avion të kishin ardhur ata. Edhe s'do më bën të përshtypje fare nuk më bën të përshtypje. Sepse e njëjta situatë do ishte edhe në Shqipëri, nëse do ishit juve. Kaq e thjeshtë është. E kupton? Se e di si janë ta? Është kjo sëmundja, domethënë kur je në një post të lartë, e shikon veten, domethënë me atë deluzionin e fuqisë, si më i mirë nga të tjerët. Edhe Ulsiu bën vaki, ka dhe Land Rover vet, domethënë e thotë që se të ketë të fytë puna ime, e kupton? Që këta
Qa bëjnë, i vjen i natë, do me thënë që dikush tjetër arrin edhe përparon. Po ta dish ti ulësi, se s'ke marrë në njëherë mundimin, do me thënë, se ju jeni, do me thënë, fundi i fundit, mund t'jeni partia me e keqe në gjithë Ballkanin, po ta kështë marrë mundimin të kërkoje se çfarë bëjnë shqiptarët në emigrim, vetëm tu në Berlin mund të flasë, unë ka pasur një zonjë të nderuar që tashmë ka ndryshuar, ka pasur në një qytet tjetër, domethënë i ka qenë drejtore në Amazon. E kupton më burr. Për çfarë gradash njerëzit po flasin për aftësi, domethënë të çmendura. Njerëz që kanë drejtuar departamente të gjitha në kompani botërore, siç janë Amazoni apo Zalando, në Tesla, Ryan Metal, IG Metal, ata të janë nga më të ndryshme, nga më të ndryshme dhe është vërtet. Janë nga më të ndryshme, janë super të arrirë, profesor, jo pa dokumentin që kishin shkruar të gjithë ata doktorantët apo doktorët e shkencave që kishte postuar të Hollandë, ishin 208 vetë. Ne jemi një vend që as 2 milionë e gjysmë nuk ka ngelur atje, dhe ti kishe vetëm me një thirrje të shkurtër 250 doktor karriere që mësojnë Europën, që ishin për gjithë gjyrë. Imagjino të gërmosh, domethënë, dhe çfarë mund të gjesh. Të gërmosh. Mbushet Shqipëria, mbushet. nuk të vinë autokolona. Tani i kemi rënë goxha PS-s, po edhe Edi dhe gjithë anturaxhit e tij. Por thirrjet në Tiranë janë në Tiranë edhe në gjithë botën tash janë Rama ik ose Burg, po hajtë më po themi ik, Rama ik, Berisha ik. Si e shefti, të mua më ka bezdisur tej mase, them të drejtën, por e kuptoj edhe pjesën e lojës politike që mund të lozin ata, si e shefti reagimin e parë të kryetarit PD-s edhe të vartësve të tij, edhe reagimin e dytë që erdhi 5-6 ditë mbas fillimit protestës. Diametralisht të kundërta, i pari ishte që janë këta budallënj që dalin në rrugë, edhe i dyti është, jam po aq budalla sa ata jam edhe unë se më pëlqen shumë protesta. Nuk më surprizon fare. Ai është Ali Berisha, ai është fundërina, ai është përgjegjës për Edi Ramën, më shumë se sa Edi Rama është përgjegjës për vete. E kupton? Është ai që e ka krijuar këtë frymë në demokraci, nuk është Edi Rama. Edi Rama nuk dinte ku kishte këmbën, ku kishte kokën në fillim, e kupton? I kanë bërë shumica të gjërave bashkë, po një pjesë më të rëndësishme e ka bërë Saliu. E kupton? Bashkë i kanë bërë dhe kodën zgjedhore, bashkë i kanë bërë gjitha. Ne si shqiptarë duhet të largohemi komplet. Shiko, mua për dy figura më vjen shumë keq në Partinë Demokratike. Mua më vjen keq, jo se më vjen keq se i çaj hallin, po më vjen keq që nuk po tregojnë çik më të prerë, domethënë edhe të marrin vendime të forta, siç e mori në thonjza një nga ata këtyre, të Mavive. Para është Yrida Tabaku. Mund të kenë 101 të zeza, unë kam ndjekur atë periudhën kur është marrë me disa protesta që ajo i ka bërë një farlloj spearhead, domethënë, edhe pa mbështetje direkt nga Partia Demokratike dhe ka ndihmuar goxha. 1. Edhe dyta është ai deputeti i Partisë Demokratike i Lushin, Sajmir Stiekaj. Sajmir Korreshi, domethënë. Në qoftë se ata do të dëgjoni këtë podcast tani, e themi ju lutem dilni nga grupi i Partisë Demokratike. Unë e di shumë mirë që ju e vazhdoni me atë mendimin akoma që jo nuk është vetëm personi etj, por është edhe personi. Është edhe personi se pesh ku qelbet nga koka. E kupton, edhe pa ju marr të gjithë trasta, të ndyheni dhe ju, dilni një orë më përpara, pa për sa të tjerat o Hendri. Seriozisht e kemi ne domethënë ajo opozitë është bler prej vitesh mos të ri. Është bler që kur u bë loti Unazës së Tiranës u bur. Lulzim Basha dilte pas dite bënte protestë me ata të prishë Unaza, Kunati Lulzim Basha kishte tenderin për të bërë rrugën tani. Është po flasin? Është të mërshme. Është vërtet të mërshme. Kështu që unë nga këta çdo gjë pres. E di çfarë nuk do kisha pritur unë. Do ishte surprizuese për mua nëse Sali do kishte dalë thoshte po kanë të drejtë këta. Nëse do kishte dalë që në fillim të ishte atë thoshëm, Kanë diçka. Kanë gjë më. Domethënë ti mendon se nuk mund të mbledhi njerëz rreth vetes Saliu edhe në këtë mënyrë.
Jo, shiko. Tani varet edhe sigur ky episod kur del, domethënë, por un kam këtë optimizmin, thonë, ta prej budallaj, që një pjesë e mirë e quajnë që ajo anije po mbytet. Ideja është ka njerëz aty që nuk janë sklever, që mund të mendojnë për veten e tyre dhe të hidhen në anije përpara se ajo të mbytet, apo janë të gjithë të indoktrinuar, domethënë, me atë frymë se do vdesin me anije, se që Saliu dhe Rama do mbyten me anijen e dimit, se kapiteni gjithmonë mbytet me anijen. Është ajo romanticiteti i literaturës angleze. Kur kapiteni ka integritet, po, nuk e dim, domethënë, ta shohim. A do mbytet me anijen apo do hidhet një herë dhe të shpëtoj veten? Nuk hidhen dot ata sepse ata janë vet anija, e kupton? Ata e kanë marrë të gjithë në dorën e vet, domethënë, kështu që ata janë anija që po mbyten. Se nuk ka parti në Shqipëri, nuk ka demokraci brenda partive në Shqipëri, e kupton? Ai është kulti individit, ai është partia. Vetë Shkop, e kupton, këta të tjerët janë mburoja, këto. Vë një mburoj këtej, vë një mburoj këtej, diç njërin, fik tjetrin, e ke parasysh, janë letra, domino, kështu që hidhen. Domethënë ndrohen sa herë i konvenon atyre. Por që unë e shikoj të tillë që koha e tyre ka tashmë ka mbaruar, edhe prandaj e bëra ato thirrjen e shtirur deri diku timen civile, sepse shpirti im kërkon të tjera gjëra për të thënë atyre, që të largohen thjesht më përpara plagë, kupton? Se shiko, probabiliteti për momentin që ne flasim është i vogël dhe shumë mirë që është i vogël, mund të përfundojnë dhe ala Gaddafi. E kupton? Shpresojmë që jo, sepse nuk do ishte e hishme për unë më fale se po ndërpres, po më nxit shumë kjo gjëja, e kam dëgjuar edhe në vende të tjera. Unë personalisht si njeri si Endri kam qasje shumë negative për këtë gjë. Domethënë nuk ja uroj kurr askujt, as armikut tim më të keq që të përfundoj si Gaddafi. Unë atë kohë isha në Itali, Gaddafi ishte shoku më i ngushtë i Berlusconit, edhe pse ishte kështu, nuk më pëlqeu, nuk më la shije të mirë mënyra se si e hoqën qafë Gaddafi. Kështu që nuk ja uroja, nuk do arrija do dhe nuk do kisha guxim t'ja uroja as Edi Ramës. Kështu që shpresoj të dalë ajo e para që the, domethënë që të ikin edhe mos të gjurë. Po nëse Shiko, dëgjoj Bloni 2 sekonda. Ajo që unë thash nuk është këtë nuk e kam. Jo, e kuptoj. Unë këtë nuk e kam për të dua ta sqaroj, që nuk e kam për t'i dhënë krah as Saliut, as Edit, as kujt, domethënë. Po unë si person nuk ja uroj as kujt, sepse është edhe mënyra më e ulët ke parasysh për të mbaruar historinë tënde. Jo, as unë nuk jam, domethënë jam as për dënime vdekje, jo, domethënë unë jam si njeri, domethënë goxha 50-50 me dënimin me vdekje, domethënë, por e kuptoj të pjesa ana ime, domethënë besuese nuk më lejojnë që unë ta suportoj. Ajo çfarë unë doja të shprehja me ato vargje janë mesazhe. Ato janë mesazhe që mua më vinë në inbox. Ato janë fjali që do gjon në sheshin e Tiranës. Se ne të dy vërtet mund të është çështje luksi kjo nga mua dhe ti, kupton? Po. Se ne kemi dali rrahur, domethënë me disa kultura të ndryshme, ndonjëherë në të njëjtën kohë, ndonjëherë në kohë ndryshme, dhe automatikisht ke një farë lloje përgjegjësie për fjalët që thua. Po asaj nënës që i kishin marrë tokën që kishte 30 vite. Në gjyqe, ajo në Vlorë. I them, shiko, ajo figurativisht ajo mund t'i kanibalizoj ata, domethënë se nuk i e faj. Diskutohet, absolutisht. Prandaj dhe ne i mshojmë kësaj pjesës, domethënë që ikni sepse vërtet mund të trembni djem të mirë, vajza të mira, domethënë që janë civile dhe nuk duan të bëjnë gjëra, por mos harroni që keni 30 e kusur vite që mbani njerëzit në thundrën e këmbës. Edhe këta njerëz në momentin ka ardhur momenti që u lëshua fundra dhe po marrin frymë. E di çfarë mund të krijojë ai mlefi këtyre njerëzve?
Prandaj, jo vetëm ne që jemi dhe palët të protestës, por edhe ata që janë kundër protestës, duhet t'i bëjnë llogarit jashtëzakonisht shumë mirë. Sepse ideja është si lufta franko-gjermane dhe pastaj lufta e parë botërore. Domethënë, kjo është paralelizmi më i bukur për këtë rast. Në luftën franko-gjermane, për shembull, Gjermania fitoi shpejt e shpejt, humbjet ishin të vogla dhe kushtet që Gjermania i vuri Francës ishin pa përfillshme pothuajse. Të gjithë e prisnin Gjermaninë që të bënte çmendurira në Francë. Domethënë edhe menduan se mund ta shkatërronte Francën që nuk ndodhi fare, domethënë. Ishin kushtet nga më të lehta të regjistruara ndonjëherë të një populli të pushtuar. Nuk ndodhi njëjta gjë në luftën e parë botërore apo luftën e dytë botërore. Do zgjat shumë. Humbjet ishin të mëdha, kozeta ishte e madhe, rreshuse të mëdha. Njerëz kishin vdekur pafund, makabritete pafund. E kupton? Kjo është në luftë. Tamam, fizike, front. Tani të flasim për luftën figurative, luftën sociale që ne bëjmë. Se ne bëjmë një luftë në shoqëri, janë ide këto. Ne kemi idenë që duam të jetojmë në një shtet mirë, të hapur, të pavarur, demokratik e meritokrat. Ata janë idenë që duan të jetojnë në shtetin që është vasali tyre. Në rregull, po i luftojmë këto mendime që kemi. Por sa më shumë të zgjasë kjo luftë mendimesh, aq më të thella do jenë kushtet që fituesi do i vëj humbësit. Do të dalun. Prandaj duhet të tërhiqen ata se nuk ja harron njeri. Patjetër. Po se nuk ja harron njeri apo? Një nga ato nënat me fëmijë që dalin 21 ditë sot që ne regjistrojmë, apo 30 ditë nëse nuk bie nesër, se kujtoni se do të harrojnë ato ndonjëherë sa të kenë jetë. Asnjëherë. Torturat me fëmijët e tyre në krah. Duke i dhënë gjithë fëmijëve në shesh. Po nuk ja harron njeriu apo. Sa të kenë jetë nuk do ja harrojnë. Atëherë sot në Rrënj Podcast neve do t'i themi do po ikëm por Lenam. Ore, ende ju nuk e di tani se çepe atë videon time tim, po në çdo sidomos se këta thonë në Shqipëri, dhe ke parasysh analizë do thonë, lufta e brendshme është nga më të egrat, po to budalliqet që thonë ta në Shqipëri. Po si nuk pas ka një aty të PS-ja, domethënë që thoj o vlla, po ta çoj mirë te doktori, valla i ka lëshuar flamingot fare, nuk është në Terezim, domethënë ai nuk po di çfarë po flet më zotri. E kupton se kjo është gjë e bukur. Edhe është çudia më e madhe që ma kanë thënë shumë njerëz në inbox në Instagram. Po që si ka mundësi valla që ka degraduar në këtë lloj mënyre, domethënë se ky kishte batuta, ishte karizmatik, e kupton? Ishte fumbues. Është vërtet. Si ka mundësi që ka arriti deri në këtë pikë domethënë? E ke parasysh? Edhe unë bën shumë përshtypje domethënë që vërteton ata që tashmë përpara që ky është vetë Ania, ata janë thjesht miniona. Që nuk ka një njeri të thojë që di çka keti vllai, përpara se ti të na shkatrosh të ardhmen politike gjithë ne edhe këtu, po të fusim një kudë tane këtu brenda aty, siç ja bëri ky Nano. Edhe të heqim shpejt, e dim që do humbasin kur të vim, po të paktën mos të humbasim gjithçka. Nuk po e bën njëri këtë, është vërtet. Unë besoj e Enveri do i kishte zili këtë, e kupton? Se dhe Enveri do desh të vriste atë, ose të vetë vriste me Teon, e kupton? Për të qenë korrekt me dokumentacionin. Por, e kupton, asnjë më valla, janë rresht gatitu më. Rresht gatitu të gjithë, nuk ka asnjëri asnjë gjë për të thënë. Edhe sa vjen e duket më shumë kjo gjë që po thua ti, domethënë duke kur vjen, ja, për shembull, pikërisht ky postimi i Ulsiut është shpreha më e fortë e kësaj gjëje. Jemi në ditën 21. Ai ka dëshmuar tani që në çdo dalje publike që ka bërë, si ato të parat gjatë festimeve 35 vjetorit të Partisë Socialiste, qoftë në Apolloni, qoftë në Shkodër, qoftë në Pallatin e Kongreseve, qoftë aty përpara stadiumit, ka dëshmuar që është nuk di a është e drejtë të them është i friksuar, por ka rënë shumë. Domethënë ato fjalimet thumbuese që thua ti, ato fjalimet me spec, do thoshte populli i ka humbur, i kanë ikur. Edhe sido që të jetë, vartësit e tij vazhdojnë me propagandën të ditës 1, akoma në ditën 21. Është e tmerrshme. Shembulli, tash do
nuk besoj që do vazhdonin kaq gjatë, po pyetjet vijnë njëra pas tjetrës. Dije në momentin që regjistrojnë, kuptohet, kur u mblodhën disa prej një grup protestuesish u mblodhën para parlamentit, ose partie, para mbrëm ndoshta, kur mbaroi ose kur u mbyll para kohe seanca plenare, sepse u mbyll para kohe dhe ikën të gjithë kështu si me shpejtësi që mos të dukeshin, i vetmi që dolin mes turmës ishte një patriot hero i popullit socialist që ishte Erdit Bido. Unë të them të drejtën kam pas një Shiko si tani në naivitetin tim ose diskutohet duke njifja, duke dëgjuar fjalimet e tij në të kaluarën, kam pas edhe një lloj respekti dhe një lloj frymëzimi nga Erdit Bido, sepse kuptohet i pinte kësaj çështjes çame dhe është një çështje që neve na prek gjithë shumë. Por që kur ka filluar kjo protesta, mua Erdit Bido më është dukur si Goebbelsi, nuk e dia do na e pranoj YouTube këtë fjalën. As Goebbelsi nuk është e pranon, ma Timmerak, po nuk është asaj, është shumë i dobët. Goebbels, unë do doja që ata të kishin një si Goebbelsi, kupton, të paktën do kishte një armik të fortë. Ky është treguar shumë i dobët, edhe shumë i poshtër. Domethënë ka përdorur sidomos para mbrëm, para njerëzve, ka përdorur një fjalor, edhe një paraqitje, a thua ti Erdit Bido nuk është Edi Rama, por është Erdit Bido Edi Rama, kupton? Doli aty me atë pafytyrsinë, duke sharë, duke fyer njerëzit, duke kërkuar edhe ti provokonte, se ishte edhe provokim i pastër ai ndoshta në një farë mënyrë, pa e arritur qëllimin, edhe vetëm duke u poshtëruar live në televizor, një gjë të tillë, domethënë nga një njeri, nga një person që është edhe përfaqësues i një pjesë të popullit, sido që t'jetë, tregon një vet dashuri aq të ulët, edhe një personalitet aq të ulët, saqë unë mendoj vërtet se këta jo janë minionsa, po janë nuk e di, nuk dua të shprehem në mënyrë banale, po janë vërtet të ulët. Janë vërtet të ulur. Të dalësh ti të bësh mburoja një gjëje që po fundoset, është shumë e shëmtuar. Shiko, është më keq se sa kaq. Le ta them këtu për herë të parë se kam thënë asnjëherë deri tani. Unë kam pasur dashuri të thellë për Erdit Bidon përpara se të futen në politikë. Sepse relativisht për tregun shqiptar që i përket asaj fushe ishte i mirë artikuluar, ishte i gatshëm për të ballafaquar dhe dinte të mbronte argumente. Si për çështjet çame, si për çështjet e tjera që kanë qenë në nocione kombëtare që ai ka ndjekur. Zhgënjimi im i parë me Erdit Bidon ka ardhur në nëntor të 2024, nëse nuk gabohem. Atëherë unë nuk e dija pse ndodhi ajo që ndodhi, por ta shpjegojmë shkurtimisht. Erdit Bido në fillim të pranverës 2024 deri në vjesht 2024 nuk kishte lënë televizion pa vajtur, domethënë që po kërkohet të bëhet një lloj reformimi, domethënë se si mund të deklarohesh se je minoritar. Domethënë ligji paraqikonte që ti thjesht mund të vetë deklarohesh pa dokumenta, pa asnjë gjë. Kështu që i bie një nga vlora që s'ka lek mjaftueshëm, merr një pension nga greku, domethënë thotë jam grek edhe mbaron puna. Domethënë la ishte shumë kundër. Ligji minoriteteve me vëmendje. Ligji minoriteteve. Dhe kam ndjekur me shumë vëmendje, thash po nuk duhet lejohet fare, domethënë as 4%, as 1%, as kjo dokumentave, domethënë shqysh po as kemi një njerëz të tillë. Në shtator tetori, domethënë ky zhduket komplet në ekran ashtu, nga sot nesër. Tash, okay. What the fuck is going on? E kupton, më bënte shumë çudi. Atëherë ai kishte një ndjekje relativisht vogël në media sociale. Ndodh pasaj gjë më e madhe. Në nëntor të 2024 miratohen vendimi i Këshillit Ministrave, në qoftë se nuk gaboj, 842 dhe 845 mund ta gjeni në fletoren zyrtare. Thjesht bëjni Google.
janë ato dy vendimet famoze, domethënë që mund të deklarohesh, mund të bësh çdo qefi ty për shkolla, për gjuha etj. Normalisht nëse e shikoj këtë, domethënë i dërgoj një mesazh në Instagram edhe herë të tjera më kishte kthyer, por këtë s'po ktheu. Edhe çudi, edhe unë s'e kuptoja vërtet vëlla se ke 2 vite duke ndjekur një njerëz, domethënë që është kryqtari i këtyre temave dhe pa pritur domethënë zhduket nga skena. Doti që e ka Darda Bishtin mbrapa, në nëntor u bë VKM-ja, në mars domethënë tipi del kandidat për Partinë Socialiste në Vlorë. Aty 2+2 bëjnë 4, se tani edhe ne nuk jam bukën kotë, dim ti lidhim 2 gjëra. Domethënë e ka domethënë kjo është stili ala mafia. E krijon një problem, vetë tek pushteti i thoi që këtë problemi që unë ta krijova mund ta heqim, domethënë po do të japësh diçka, e ka bërë pazarin, do bëhet kandidat për deputet, do jetë nga të parët që është e sigurt që do e marri, siç e mori. Në këmbim do marrin qetësi. Se në qoftë do ishte ai Ardit Bidoj vjetër, domethënë, nuk kishte shanse që ai të bashkohej me Partinë Socialiste, kur ata dhanë detin edhe budalliqet e tjera, domethënë nga fillimi deri në fund, ishte oponent kryesor. Kështu që unë prej asaj ditë ja kam hequr vizën Ardit Bidos, domethënë, dhe jam munduar as mos ta përmend se s'kam dashur ti jap vëmendje fare. Është fundërin, është fundërin njeri. Më fal që ma se teprojnë që tani, por është vërtet fundërin, edhe kjo fjalë që unë sapo thash konfirmohet nga ajo që sapo përshkrove ti më përpara. Domethënë, edhe gjej të marr çik spunto nga kjo gjë. Prandaj ne të gjithë së bashku që po mundohemi, duhet të mundohemi të krijojmë sistemin e ri. Nuk janë të mirë njerëzit që dalin në emisione apo që bëjnë emisione që kanë pika të forta në popularitet, që ndjekin çështje. Ata që duhet të drejtojnë vendin duhen provuar në disa dimensione. Populariteti nuk mjafton. Ardit Bido është një kurban tetë i qartë për këtë. Po e disa Ardit Bido kanë kaluar 2 partitë të mëdha shqiptare. Pafund. Dhe një gjë të bukur, do marrë spunto nga kjo për të kaluar ke argumente tjetër, që duhet të krijojnë sistem. Pa përpara të pyeta si mund të mbaroj ose deri ku mund të arrijë protesta. Bëm një parashikim, edhe pse nuk i kemi i qef shumë këto parashikime. Po do më japësh mendimin tënd, kur të mbaroj protesta, e zëm se mbaron protesta ashtu siç dëshirojmë edhe siç mendojmë që është më e mira. Cili është hapi i radhës sipas teje, kuptohet, më i tugur? Pra kemi palën që e shohim nëpër ekrane, këta analistat, panelistat edhe politikanët, do thoja politikanët e rinj, që të rinj nuk janë faktikisht, që thonë gjëja më e mirë pa diskutim janë zgjedhjet e parakohshme. Edhe kemi anën në mendimin tip pak më të shëndosh, që janë disa, shumë pak analista dhe panelista, edhe pothuajse asnjë politikan, që thonë që zgjedhja më e mirë mbas protestës do ishte një, quaj si të duash, qeveri teknike, qeveri përkohshme, grup dietarësh, intelektualësh që do çojnë vendin, do përgatisin vendin për zgjedhje të lira edhe të ndershme, po jo të lira të ndershme si ato të Lulit, por vërtet të lira të ndershme. Cila është nga këto të dyja sipas teje më e mira? Shiko, nga këto dy opsione që më dhe ti normalisht e vetmi opsion që ne të fitojmë, më thënë nuk ka opsione fare, është e dukshme që vetëm e dyta funksionon. Ajo e para është Rama do fitoj prapë siç fitoi Partia Socialiste mbas komunizmit. Është tepër e thjeshtë kjo për të kuptuar. Unë mund të them ty për shembull për të kënaqur pyetjen tënde, mendimin tim personal për këtë pjesë. Unë mendoj që një qeveri tranzicionale apo teknike duhet të ketë një mandat të përkufizuar në kohë dhe qëllime. Çfarë do të thotë kjo? Unë jam fansja zakonisht shumë i madh që ata njerëz që janë shesh në Tiranë të organizohen në mënyrë të mirëfillt.
çfarë do të dëshironte Vlona Zani të ndodhte. Vlona Zani do dëshironte të ndodhte që mbasi të bien këta, asnjë nga partitë vogla dhe për ata për të cilët unë kam respekt edhe I njoh merita për shkak siç është mundësi. Ja, apo Tiku apo Qori etj, secili ka 101 zeza, po ka edhe një 10 bardha. Asnjëri nga ata nuk duhet të përfshirë. Ajo çfarë mendoj unë është që një qeveri teknike duhet të ketë një grup intelektuale, se na shpërë kjo fjala intelektual tash morti, po një grup njerëz të shkolluar, domethënë që përfshirë jurista, profesionistë të këtyre llojeve, domethënë me mandat të përkufizuara me ato që unë kam shpërndarë edhe në kanalin tim, që është diçka e punuar nga pjesëtarët e diasporës për Shqipërinë e lirë, edhe e interpretuar domethënë me ndihmësit e tjerë. Kjo qeveri do të ketë qëllime të thjeshta, ndryshimin e 3 ligjeve dhe zgjedhjet parakohshme. Çfarë do të thotë? E para fare gjëja që duhet të bëj është duhet të rivokohet ligji I famshëm domethënë për nartën, si vjen 21-2024. 1. E dyta, që duhet të jetë pa negociueshme komplet, domethënë ligji për paketën e maleve absolutisht duhet të shkatrohet, domethënë, dhe mbase duhet të ndalohet që të bëhet diçka e tillë në të ardhmen. E treta, ligji për investitorët strategjik. Patjetër duhet të zhduket një orë më përpara. Ne duhet të kemi një zhvillim organik të ekonomisë, jo të stisur, jo falje me 99 vite për 1 euro dhe pastaj takon atij, sepse ligji shqiptar thotë edhe mbas 20 vitesh nëse s'ka diskut takon ty, e kupton? Se e kupton, jam me shumë kleçka këto gjëra. E katërta, pastaj që lidhet me pjesën e zgjedhjeve, por që prapë është një ligj, është mënyra se si zgjedhet në Shqipëri. Ne duhet me ses vën, në qoftë do duam të mbijetojmë, në qoftë do duam vërtet që nesër pas nesër të themi fëmijëve tanë që ne bëm të protestën dhe kjo ishte fryti, më kryesorja është ndryshimi I kodit zgjedhor. Ne do të jemi me lista të hapura në 100% e tyre dhe proporcional kombëtar. Vetëm në këtë lloj mënyre ne mund të ecim përpara. Çfarëdo lloj zgjedhje parakohshme që mund të ndodhi jashtë këtyre kornizave nuk do të funksionojë. Është e pamundur të funksionojë. Kaq e thjeshtë është për mua, domethënë. A është më vështirë për të bërë? Patjetër, sepse ne të dy e dim shumë mirë të frontet që atje janë hapur, se ka dhe shumë aktorë që ne jemi akoma peshkun dhe Tiganin zjarë, domethënë që janë duke ndarë tokat që nuk I kanë akoma. Edhe që edhe mund të flasim pak për këtë. Por kjo është literalisht e vetmja mënyrë. Domethënë, harroni çdo lloj gjëje tjetër. Harroni bukën e gojës, harroni dritat, harroni ujin, harroni rrugët, harroni çdo lloj gjëje. Ky është I vetmi mjet. Kjo është shpata e Mikaelit te zjarri, domethënë, vetëm kjo mund të shpëtojë. Sepse në këtë lloj mënyre ti mund të ushtrosh presionin e duhur kujdo që do vi më pas. Në qoftë se sistemi mbetet I njëjtë, do dalin nesër në zgjedhje të parakohshme, PDP-s do fish prapë. Duhet ndryshoj sistemi. Duhet një ndryshim rrënjësor të sistemit, ose më saktë duhet të zhduket sistemi, se me sisteme kemi parë 45 vjet. Para këtit, e kemi parë këto 36 vitet e fundit, nuk na ecën në vlla neve me sistem, është ka që thjesht është. Neve duam ndryshe. Shpresojmë. Por s'ka ndonjë gjë të keqe, kupton? Thjesht nuk funksionon. Të paktën të kemi syt në ballë, nuk funksionon. Tjetri. Swipe left, e kupton? Vazhdojmë. Si ishte kjo që the mund ta flasim para pak kohësh, para pak sekondash? Ne unë kam pasur një problemin me këto ndasit, domethënë që kanë ndodhur edhe në Berlin, patjetër, por se akuzat ndaj meje në Berlin kanë qenë domethënë nga më të larmishmet, edhe flamuri LGBT-ve nuk ka shumë gjëra sa mund të kenë pasur akuza ndaj meje, kupton, por siç e dim, domethënë që shiko, unë jam prekur shumë, domethënë emocionalisht kur më kanë ardhur akuza nga disa persona që të prisja, nga ata të tjerë të kupton. Pasi thjesht gjallojnë, janë njerëz që marrin frymë, domethënë s'ka rëndësi për mua.
Por çfarë ndodh këtu është komplet e parëndësishme se çfarë ndodh në zemër të protestës. Domethënë dhe ne kemi qenë të dy vigjilent që kohët e fundit grupime të ndryshme, domethënë ato se nuk di si të quajnë tash, se organizator nuk duan të quhen mirëmbajtës, përkujdestar të protestës e tjerë. Kanë qenë këto cicmicat që kush e bëri këtë, kush e bëri atë, do vemi këtu, do vemi atje, mungesë demokracie, mungesë respekti vullnetit të gjithëve, mblidhen, vendosin për diçka tjetër bëhet, se njerëzit domethënë kanë dëshirë të ndjekin ata të tyre. Deri diku e kuptoj. Shiko, sidomos për disa figura prominente domethënë që kanë qenë deri diku të famshëm edhe për gjëra të tjera më përpara. Domethënë nëse vendoset ok, nuk do shkojmë në Rinas edhe pastaj ai person vendos prapë të çojë në Rinas. Unë e kuptoj si që pse ndodh. E kupton, nuk është ndonjë çudi e madhe. E kupton që pse ndodh. E kuptoj shumë mirë se si në të dy dhe ata janë persona që nuk janë mësuar me atë lloj fuqie, e kupton. Edhe normalisht në dëshirën e tyre më të mirë për të bërë diçka potente, domethënë me peshë edhe për të nxitur diçka, po marr rastin më të mirë se po qen patronazhista pastaj çat tet vllai. Na zoti madh na shpëtoi pastaj, e kupton po. Në rastin më të mirë kur ndodhin përçarjet, këtu e kam, domethënë që okay. E vendose të dalësh kundër vullnetit të grupit që e vendoste, bëre diçka që gjë të doli gabim, seri mendjes të paktën, e kupton? Në rregull, e bëm një gabim, okay, ikën protestuesat atje, ndodhi një përçarje, ul numri, ta ishin të lodhur, ta ishin të mërzitur, e kupton, filloi u ngrit prap tani. Shikoj. Që ja kam thënë shpreu, ja them edhe gjithë njerëzve. Bleona Hasani nuk ka asnjë rëndësi. Çdo gjë, edhe e them pra të vllaj që një kam. Nuk kam asnjë rëndësi unë si individ. E kupton? Nuk kam asnjë lloj sensi protagonizmi në asnjë lloj momenti të gjithë gjës. Unë rri deri në orën 12 për të postuar. Ka filluar të bëj videot e mia tash vetëm për mos t'i cënuar njerëzit me videot e veta, se pastaj më morë video nga mua. Jo më morë nga ty, më morë nga ai, them okay, në rregull, unë po e jap mesazhin tim në mënyrë tjetër, s'ka problem. Po gjej një mënyrë të gjithë. E kupton, sepse nuk dua t'i mërzis njerëzit. Se gjithë secili ka mendime të tilla. Po. Po nuk duhet ta marrin veten kaq seriozisht. Sa njerëz kjo mund të duket pak ndryshe nga mesazhi që unë përcjell gjithë kohë, sepse unë jam njëri që vlerësoj zakonisht shumë individin. Për mendimin tim është celula kryesore është individi, e ndjekur nga familja. Dhe normalisht thonë që po ti thua që okay, unë kam rëndësi. Po ka një ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh, të kesh rëndësi me bëmat që bën dhe të kesh rëndësi sepse shikoni Bleoni, se Bleoni është më i bukur dhe ti bëj gjëra. As pak. Nuk është rëndësishme fare më. Krajësia duhet të mbetet tek ajo çfarë bën, jo se e di Endri se çfarë bëra unë apo jo. Nuk ka rëndësi e di njëri apo jo. Sensi protagonizmit që. Po është shumë e parëndësishme më vllai im, se nuk do e marrë asnjëri në grop protestën. Se nuk marrin dot as lekët as shtëpitë, kupton? Nuk këta s'po marrin dot në grop qeverinë, jo më të marrin protestën. Tjetër por. Edhe më vjen edhe se është një çik komike situata tani. Si ka mundësi, se kisha bërë dhe në story para disa ditësh domethënë. Si ka mundësi, vëllai, që një papritur, papandehur ne pas kemi një sens pronësie kaq të fuqishëm. Po si dreqin haritëm deri këtu më vllai dashur, e kupton? Në qoftë se ti e di ke shumë mirë çfarë është e imja dhe unë do e bëj këtë. Si ka mundësi që ti morja i me shtëpi me katandi të vuri gardhin? Si përfundove deri aty? Do thuash ti okay, ka nga mlefi kanë mësuar mësimin. Po prapa mos janë nxjerr njerëz të tjerë mësimin. Nxjerr atje, kanalizoj atje ku duhet. Edhe thjesht dua shqiptari më buri dheut. Nuk mund të vritemi edhe qoftë kjo edhe figurativisht me njëri tjetrin siç Leshi i Zi vrau Marko Boçarin në burse. Janë epose nga e kaluara. Jetojmë në një periudhë, domethënë, kur i kemi 2 klikime larg këto. Mund ta kuptojmë hejet shpejt, domethënë se çfarë shkakton përçarja dhe çfarë shkakton kur egoja del sipër interesit të bashkët. Ne nuk mund t'ja lejojmë vetes të bëjmë njëra gabime, sepse mbase Marko Boçari dhe ai tjetri nuk e dinin se andere ku dëgjon ronte letra ai shumë ato kohë. Po ne tani e kemi të bardhë në të zezë.
Tani nuk justifikojmë dot që nuk e dija. E kupton? Prandaj zhvishu nga egoja qoftë kjo edhe për një muaj sa të ikë kjo gjë. Le të filloj betejë dhe prandaj e kam unë edhe me ta njerëzit që thonë mos të vi ti ku aty mos të vi. Po e të vinë valla të gjithë të vinë. Edhe unë kam qenë i pari që i kam thënë, zotërin të dashur, jo si ajo Neo Malsoria, ta emri keq është Neo Malsoria. Neo Beratsako. Neo Fushoria ata nga Fieri. Ideja është që për mendimin tim vëllai, nëse një deputet lë mandati, po jo të dalë nga grupi i partisë, të lëjë mandatin, të lëshojë mandatin, mos jetë më deputet fare, të dalë si civil aty, domethënë të vi, hajde vëlla, hajde të bëjmë këtë gjë që kemi nisur, do merremi edhe me ty pastaj. Mbase do të falen edhe ty ato gjërat. Po hajde të bëjmë mirë këtë. Domethënë shanset për të shkuar gjë më mirë i kemë mirë me këtë rrugë, sesa me atë rrugën që po përmendim pak më përpara. Kështu që të gjithë duhet të vinë aty, të gjithë duhet të fokusojmë vetëm te kjo gjëja. Asnjë gjë tjetër nuk ka rëndësi për momentin. Nuk ka rëndësi se sa komunist është qori, nuk ka mundësi nëse nuk ka rëndësi nëse tiku është historist apo jo, nuk ka rëndësi nëse goxha është i çmendur apo jo, nuk ka rëndësi nëse sheja është biznesmen apo jo. Zero. Këto janë filler. E kupton? Hajde të bëjmë këtë gjë. E disa kohë të lirë do kemi pastaj ne të merremi dhe me sheja dhe me qorin dhe me tikun. E kupton? Do kemi shumë kohë, do kemi dhe eksperiencën e tanishme duke u marrë me këta, që t'ja qëndizim mirë të tjerëve, kush do që të guxoj të vënë në jeta të hapa. Po ka radhë puna. Njëra pas tjetrës. Duhet të jemi gjithmonë vigjilent, por jo duke prishur punën tonë tani. Puna jonë tani puna jonë për pjesën të madhe që ka zgjedhur këtë punë në këtë moment është që neve të çojmë barë, të çojmë deri në fund këtë nismën që ka filluar për flamingot, edhe pastaj ka kaluar tek shqiponjat, po e themi kështu. Edhe pastaj do kemi, siç the ti, do kemi shumë kohë për t'u marrë me të gjithë. Beteja shpresoj vetëm që betejat pas kësaj të fillojnë të jenë, nuk do them të ndershme, sepse në politikë nuk ka beteja të ndershme, por të paktën mos jenë të gjitha në kurrizin e popullit, sepse kurrizin e popullit e kemi ose është matur me kamzhikun për shumë kohë. Edhe nuk e meriton më, sidomos pas kësaj lëvizje. Pastaj beteja politike do jenë gjithmonë, do ketë gjithmonë interesa brenda, do ketë interesa mbrapa, do ketë interesa majtas dhe djathtas, ato janë të pashmangshme, sepse interesat ekzistojnë në çdo vend të botës ku bëhet politik, po të paktën të jetë politike mirëfillt, edhe mos të jetë, siç e thash, në kurriz të popullit, se nuk e meriton askush këtë që ka hequr të paktën populli jon nuk e meriton askush. Po nuk do të harrojmë dhe faktin, domethënë që për sa kohë zihet populli, domethënë siç bëjmë ne militantizmin e parti, fiton partia. Në momentin që partitë debatojnë dhe luftojnë, fiton populli. Prandaj ne duhet të ndalojmë së bëri punën e atyre. Ata janë aty për të debatuar me njëri tjetrin që ne të fitojmë. Se kjo është e gjithë loja, që do jetë e pastër. Sa më është për të debatojnë ata në mënyrë reale, jo për fasadë, siç bëjnë këta tanët, aq më shumë do fitojmë ne, sepse normalisht do fitojë ideja më e mirë. Sa më shumë ne të bëjmë punën e tyre, që në fakt është një sëmundje botërore në këto 10 ditë të fundit, sa më shumë të polarizohen njerëzit, domethënë të bëjnë njerëzit punën e atyre, ata në rregull janë, vazhdojnë i bien fyllit ashtu siç i kanë vajtur, ata s'kam se ndryshojnë asgjë. Jemi populli më i bukur në botë Alban. E di pse ta them këtë. Duhet ta mbyll me pak romanticizëm. Nuk ka pasur, ti e them fillim, nuk ka pasur lëvizje të tilla në pjesën më të madhe të Ballkanit, po kapin Ballkanin sigurisht, sepse tjerë pastaj kanë histori lëvizjesh edhe protestash më të gjata edhe më të ndonjëherë edhe përgjakshme. Po patjetër. Në atë pellgun ton, lëvizja që po ndodh tani nuk ka pasur në vende të tjera. Po, ka pasur Serbia, por kanë qenë shumë më të dhunshme, si nga një palë edhe nga pala tjetër.
Ne kam popull slava të përgjithsisht. Po Malnezi nuk e marrin fare sepse Malnezi nuk ngrihet, nuk ka kusht të ngrihet në Malnezi, se 500.000 veta janë gjithsej. Nuk e di, Maqedonia, në Maqedoni, po edhe në Maqedoni shqiptarët ngrihen fundja. Duhet të themi këtë. Ngrihen shqiptarët në Maltezi, ngrihen shqiptarët në Kosovë, siç janë ngritur historikisht, ngrihen shqiptarët në Maqedoni, ngrihen shqiptarët tash edhe në Shqipëri. Të tjerët heshtin. Prandaj jemi populli më i bukur në botë Alban. Shiko, ne populli më i bukur në botë për jashtëzakonisht shumë arsye. Ne nuk do ta humbim asnjëherë këtë ndjesin që të jesh shqiptar është diçka e mirë, sepse është me të vërtetë e mirë. Sepse është diçka e zbritur nga sipër dhe çdo gjë që është zbritur nga sipër është fundamentalisht e mirë. Pikë. Sa i përket kësaj. Por për edhe ndonjëherë në të shkuarën ne mund të gjejmë frymëzim edhe pse mund të duket deri diku qesharake, e kupton? Tani një komp si yni që ka pritur e përcjell perandori njëra pas tjetrës, një popull që u shtyp në mënyrën më brutale në gjithë Ballkanin, por në gjithë hapësirën e asaj perandorie për 500 vite në turqit, edhe prap mund të ishte bërë më mirë, çdo gjë mund të bëhet më mirë, por prap ja arrite. A të ndanë në 7 copa, të ndanë edhe në 7 copa. Ja arrite, gjithsesi, të paktën e mbajte atë. Tani kur i bën ball diçkaje të huaj, diçkaje malinje, objektivisht për shqiptarin, sa frikë mund ta kesh Edi Ramën? Sa frikë mund ta kesh një individ tek kur gjaku yt ka bërë këto gjëra më përpara? Vërtet. Unë do më jap dhe një mesazh tjetër? Patjetër, e ke lejen e ke në xhep, kur i thon. Ashtu dhe tani, unë kam një mesazh drejtuar të gjithë nënpunësve civil, aka administrata shqiptare. Unë jam i bindur që shumica, qoftë kjo e thjesht apo dërmuese nga juve janë njerëz të mirë. E di që keni frikë se do ju heqin nga puna e tjere e tjere. Ama duhet mendoni diçka që kjo me ndihmën tuaj qëllimet tona arrihen që nesër. Thjesht mendoni, ditën e hënë e gjitha administrata shqiptare nuk punon. Nuk ka polici, nuk ka shkolla, nuk ka porte, nuk ka aeroporte, nuk ka bashki, asnjëri nuk është në punë. Sa mund të zgjasë një shtet e tillë? Dhe në momentin që ata bien, nuk ka asnjëri kush t'ju kërcënoj më. Nuk ju merr njëri me numër me telefon privat thoi pse dolën protestë, nuk ju dërgojnë mesazhe në WhatsApp, mblidhuni këtu, sillni 4 veta, 2 nga të cilët duhet të jenë entuziastë se ndryshe e humbe punën. Të gjithë ky poshtërimi që ju bëhet juve nga zinxhiret e skllavapronarit, do të zhduket, domethënë sikur mos të kishte ekzistuar asnjëherë. Dhe për herë të parë, mbas shumë vitesh, do të merrni frym si njerëz të lirë, si shqiptar. Kështu që jani. Nuk do ta zgjas, se po ta zgjas do të prish mbyllje. Sigurisht që do kisha edhe shumë pyetje të tjera që po më vijnë, ta thash para se të fillonim, unë nuk kam përgatitur, zakonisht kërkoj të përgatitem pak, po sot rrodhi kështu si rrodhi dhe besoj se rrodhi edhe mirë, se kemi gati 2 orë bashkë duke biseduar. Shpresoj që neve do kemi mundësi të bashkë bisedojmë prap. Nuk e di gjatë protestës, se ndoshta mund të vazhdojë 6 muaj protesta, kështu që. Po ose mbas protestës për të festuar bashkë ndoshta. Edhe do t'i shpreh edhe të pyetje që më kanë ardhur gjatë gjithë kohës bashkë. Bleon, shumë faleminderit për gatishmërinë, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit edhe për fjalët, për mendimet, siç e thash, shpresoj që takohemi sërish shumë shpejt bashkë në bisedime të tilla. Edhe shumë faleminderit për ftesën, të gjë që do ta kisha thënë në fillim, domethënë po jemi kaq shumë entuziastë, kemi kaq shumë gjëra për të thënë se harrova fare që është gjëja kryesore. Të uroj domethënë përzemërsisht
jashtëzakonisht shumë suksese me këtë vendim që ke marrë për të krijuar një podcast. Është një vlerë të shtuar në podcastet shqiptare. Duke me qenë sepse ne jemi media tani, nuk ekziston media konvencionale, është pazare publike private. Besoj që nuk ka asnjë gjë të keqe që ti mund t'i ofrosh të gjithë audiencës shqiptare, përkundrazi, domethënë unë tek ti edhe shpresoj edhe ana sjelltas do gjej mbështetje domethënë për të vazhduar misionin tim. Siç e kam thënë dhe njerëzve kur nuk postoj për disa kohë, thonë çan ndodhi Buçi edhe kam plako kemi edhe halle të tjera, e kupton, po sa të kem frymën unë do e vazhdoj këtë gjë se i kam dalë me zë e fytyrë edhe me besë, domethënë që do punoj i të njëjtit qëllim edhe ti, me sa e kuptoj, qëndroj fort, do ketë periudha shumë të vështira, do kesh dëshirë, por me këtë bisedë, me gjërat që kemi folur më përpara, është tetë e qartë, domethënë që qëllimi jot është tetë sublim, i pastër. Thuajse transcendent dhe mbau fort tek qëllimi, sepse do të ndihmoj të kapërcesh të gjitha kanalet e ujrave të pista që do të sjelli ky rrugtim. Shumë faleminderit Bleon. Ose Buçi. Si të tras? Buçi apo Bleon? Si duash ti, vetëm pa emër mos më lë. Ore, shiko, një pyetje kot tash për gallate e për qef. Nga derdhi kjo Buçi podcast? Emri domethënë, si e Po ti di që në Berat përdoret fjala babuç, domethënë, kështu që rob babaxhan, kështu njëri, kështu. Kjo është edhe çunat që rinim këtu, domethënë, që kanë lëvizur janë shpërndar se cilin punë vet tani, domethënë rrisin buçi gjithkohë. Domethënë se këta aty Rana, domethënë e kanë problem, ka thon babuç, i duan të shpërtojnë gjërat, domethënë, e kanë me këtë gjuhën stili rrugës, stili Gen Z. Domethënë buçi njëri, buçi tjetri, edhe kur e hapëm, domethënë në fillim sa e vret më në tjela, plojela, Buçi podcast aty mbaro punë, më thonë ashtu, ngelje pastaj, aq ishte. Shumë e bukur, shumë të ngel domethënë, kujtohet direkt, e ke parasysh. Është bër pak ikonik domethënë, unë kam pasur dyshime jashtëzakonisht shumë të forta domethënë, dhe ka pasur herë që kam dashur ta ndryshoj, por nuk ma lejon me njeri domethënë. Sa herë që bëj muhabet të që plako ke luajtur mend, domethënë ti je trademark. S'ke pse tani. Bleon, shumë faleminderit edhe një herë, do ta mbyll me videon që çova në vazhdim, dhe ne ndoshta mund mbetemi 2 minuta të bisedojmë bashkë. Po. Natën e mirë. Po. Natën e mirë.